Mirëmëngjesi. Një komunist vajza e thash mirëmëngjes më përpara se sa ju, po çon si ka. Bravo. Si jeni sot? Medalje për të. Jo, nuk dua medalje, po sot kemi të vogla me vete sot mos më dal njëri përpara se kam pirë kafe sot. Që më pikë të mëngjesit, kujtim faleminderit. Je raket domethënë, ke energji. Të gjithë jemi me kafe sot. Po, kjo është e vërtet. Mirëmëngjes të gjithëve. Vajza si jeni sot më? Mirë, shumë mirë. Këndshëm. Më mirë se dje. Këndshëm do të thoja. thoja. Çapatën dje. Jo, unë mendoj që gjëja më pozitive që mund të thuash vetes jam më mirë se dje. Thash. Ku tregosh po përmirësohesh. Ka problemi kishim. Ka shumë gjëra që mund t'i thuash vetes që në pikë të mëngjesit dalësh para pasqyrës. Jam mirë, jam shumë mirë. Jo domosdoshmërisht. Ashtu s'vjen për punë pas. Jo domosdoshmërisht, kështu siç thot Neada që ti thuash vetes, shiko se sot jam më mirë se dje. Jo më vlla, sot jam shumë mirë, kaq. S'ka nevojë për. Ajo do të thot vetes ashtu. Dua ti them vetes time, pastaj s'na të jetën pasqyrën, ne si jetojmë bashkë. Filloi debati. Ti them gjëra të tjera. Filloi debati që në pikë të mëngjesit. Nuk ka asgjë të keqe e njerëzve. E rëndësishme është ti flasësh mirë vetes tënde. Pastaj se i the para pasqyrës, pas ka dali puçër? Të gjëra normale njerëzore. Litini mirë vetes para pasqyrës dhe jo vetëm njerëz të dashur, mirëmëngjes nga zgjohu po deshe 104.6 në Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Dhe sot nga ora 7 deri në orën 9:30. Nuk kemi nga mbajmë deri në 9:30. Mund të ishte deri në 10 kujtim. Mos u anko, jemi mirë. O mund të ishte 8 orash. Jemi në kohë për ta çuar deri në 10. Pastaj mërzitesh ti kur kemi kaq shumë rubrika ne, do flasim për motin, po për trafikun, kemi bujarin që na respekton çdo ditë, kemi quizin, lojën që u shpërblen edhe mundësia për t'u angazhuar në program, patjetër që dhe ankesa e ditës pastaj ku qajm hallet së bashku dhe përpiqemi të japim zgjidhje. Për ta zbutur pak ankesën, edhe pse ankesa është akoma më e butë se festa në vetvete. Kur e mendon po. Kemi travel news ose lajme për jashtë shtetit, siç kemi dëshirë të themi na. Sigurisht kemi temën e ditës dhe të ftuar. Tjetër çka kemi më kemi shumë të ftuar. Po kemi ajo rubrika. Kemi dhe dy rubrikat e mia që ju asnjëra nuk dënjuat që ti përmendni. E para një shipodeshe, se keni frikë nga profesori këtu që keni, nga pedagogu, dhe dyta harruat që do qeshim. Do qeshim prap sot, po. Kemi dhe startup. Qeshim për ditë na. Kemi Barceletën e Francës. Pra, Barcelet. Kemi këto kemi edhe Barceletën e Francës. E di si e bëm këta, doni më për Belulin. E kuptoni sa gjëra kemi, nuk di domethënë. Ata njerëz që ka kaq shumë gjëra, kaq shumë rubrika sa na. Me thënë drejtën jo. Shumë jemi ngarkuar një çik, po bukur e lezetshëm. Ka që mbajnë këto shpatulla thuaj. Nëse doni të hiqim ndonjëherë. Ti ngacmojmë çik njerëzit me temën e ditës që tani që në hyrje të programit do flasim çik për jetën private apo publike që njerëzit zgjedhin ta bëjnë në për këto rrjetet sociale dhe kështu me radhë. Kështu që qëndroni me ne se do themi ca gjëra me mend sot, shumë interesante. Pse rezervohesh? Po ja, më se s'është momenti. Tema për ditën e sotme është privatësia në epokën digjitale. Çfarë duhet mbetet strikt dhe personale? Më thënë ka njerëz që oversharing, meqense sot është e marta e gjuhës shqipe. Pra mbindajnë gjëra në rrjetet e tyre sociale, për dikë kjo është bezdi, për dikë vjen natyrshëm, se ndoshta e ka më thjesht të komunikojë me të tjerët, përmes Instagramit, TikTokut apo Facebookut. Ka më rrjete sociale? Se sikur poshtohet dita ditës. Po se janë ca të tjera që unë më thënë drejt s'kam pasur kur TikTok në jetën time. S'ke patur asnjëherë? Hape, është i lezetshëm. Jo, do ta sugjeroja. Unë që se kam pasur në të 20-at e mia do ta hap tani në. Po edhe qeveria u dorëzua, mbylli pastaj e hapi prapë. Unë jam qeverim vetë në nuk pjesë për qeverim. Shko, në punën tënde do të të ndihmonte. Në profesionin që ke ti si aktor. Okej, po do të shërbente për të promovuar më shumë ndoshta. Mirë, kjo ha debat, do ta bëjmë një temë vetë këtë gjë. Se varet edhe çfarë content ti preferon, çfarë përmbajtje preferon të shohësh aty ose të publikosh vetë. Dhe kjo është pyetja e ditës së sotme, pra tema e ditës së sotme për privatësinë në rrjetet sociale. A është më e shëndetshme të ruajmë ca gjëra për veten tonë apo ti bëjmë publike? Kështu që një mundësi tjetër është edhe të na shkruani në numrin e telefonit 068 40 63 423 dhe ndërkohë ne do ta diskutojmë edhe me të ftuar në studio. Po edhe në Instagramin ton zyrtar në Premium Channel, po dhe në Instagram. Do të thotë personal, po Instagram zyrtar. Shkruajini dhe në Facebook, po mundët ku të mundeni. Se TikTok nuk ka të shkruani. Frans, po Snapchat ke patur? Më duket se kam pasur një herë, po e mbylla më shpejt se sa e hapa.
Nuk zjati shumë. Jo, nuk zjati shumë, nuk se di. Un kam pasur vetëm Facebook-un që kam vite që e kam, po tani e përdor shumë më pak. Brezioni ka hapur. Brezion po me 0 Facebook, me ato që se di çfarë të dërgonte. Dilin ca kutiçka. Pas kaq vitesh vazhdon që ndron loading ajo. Po, ishte vetëm ja formë për shembull kur s'kishte internet, se kemi qenë më të vegjël, gjimnaz, diçka e tillë. Gjimnaz. Ishte vetëm ja formë për të komunikuar, për të lënë takime. Futesh edhe Facebook 0 dhe jam këtu, okay, mirë, jam këtu. Kanë qenë edhe ato statuset që un qesh shumë tani kur i lexoj, pas se dalin në memories tani pas kaq vitesh. Futesh ti fshish? Jo, mua më qeshet shumë ato, unë vdes. Se ne gjykojmë njerëzit publik, po ndërkohë asaj kohë çdo njeri shkruante jam këtu. Kam pasur një status sot piva një kafe. Kam pasur një status në rrugës për në Tiranë, ndërkohë që shiu vazhdon bie, se nisesha nga Korçë. Sot romantik gjithmonë. Po, patjetër. Kështu ka ardhur i vogël ky. Ta nisim ditën me pozitivitet dhe me romantizëm të theksuar. Muzikë për momentin, zgjohu po deshe. Mirëmëngjesi. Nisëm pra me këngë romantike si çdo Ariana Grande. Dy zemra një kasole. Me Arianën gjigande, Ariana, si ishte? Dy zemra një kasole, një xhak. Njeriu me atë që do jeton edhe në majt të gurit, ajo në majt të qytetit. Buke kripe zemër. Po. Na përfaqëson si kom kjo, jemi shumë të dashur dhe romantik. Ora shënon 7:09 minuta, jemi gati t'ju njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të martë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes hera herës pritet të jenë dhe të dendura. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje veri perëndim me një shpejtësi mesatare 8 metër për sekond. Dalemi pak edhe tek temperaturat e qyteteve kryesore. Shkodra zgjohet me temperatura 7 deri në 18 gradë Celsius, Peshkopia 2 deri në 15 gradë Celsius, Tirana 3 deri në 15 gradë Celsius, Fieri 6 deri në 17 gradë Celsius dhe Saranda 8 deri në 14 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 3 mars. Por Roma, si është Roma? Ti me Roma më çmendë. Vlorëm se s'ma lexon asnjëherë. Asnjëherë. Do Vlorën ti. Po morëm Sarandën se është në C. Fare. Edhe Vlora ato temperatura ka 7 deri në 14 gradë Celsius. Nuk ndryshon shumë ato temperatura. Po çdo. Ti në Tiranë. Po çfarë rëndësi ka kjo mendoj un për bashkëqytetarët e mi. Përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin nga Vlora këtë mëngjes. Po, me thënë të drejtën sot nuk më duket edhe aq freskët sa ditët e tjera, ka filluar të ngrohet koha. Edhe pse jam i bindur që dikur ose nga prilli ose gjatë këtij muaji do bëj edhe një dimër i vogël prap, sepse kjo është e keqja kur nuk bën dimër kur duhet të bëj. Jo, kujtohet si kofini pas të vjelit e kemi ne atë shpreh. Në Korçë momentalisht ka dëbor? Se dëbor s'kishte në Korçë kur duhet të kishte, jo tani. Nuk ka vërtet. Ka vetëm pak kështu, maja venara dëbora. As voskopoja, as dardha. E pra vetëm pak mund të ketë majave të larta shumë, po kështu në ta harrojmë borën domethënë. Ta harrojmë borën, do fillojmë të bëjmë edhe ne borë artificiale. Harroje. Ne kemi bërë një xhiro në Kosovë dha. Nëse ju ka marrë malli për borën. Na ka marrë malli për bujarin, të them të drejtën. Që tani e marrim. Tani sa shënon ora. Ata marrin. Shpejt e morët bujarin sot. Hape bujar, hape. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Nata, mirëmëngjes Mikaela, suk ditë sot mirë, si jeni sot juve? Gjisi janë, faleminderit. Si jeti? Mirë, po kur e ke nis ditën sot më bujar? Kur e kam nisur ditën sot në 6:30. Që ka çuar herë. Vonë mori. Si vonë më? Po vonë, 6:30 ta klient ke humbur. Unë jam vetë vali, vetë ka di, unë nuk punoj për kompani. Unë punoj për... Vali ka di, sa personalitete ke. Vetë vali, vetë ka di, po ti ca i di, ca si di, që nga më gdhir shu sot, vetë me ri. Vali më thashë, po s'është të problemi tim që ti në nuk të diqon. Nga është kjo shprehje? Ku e përdorin? Në Korçë? Këtë shprehje e përdorin shqiptarët në përgjithësi. Shqiptarët në përballë. Diaspora përgjithësisht. Diaspora, po si jeni gdhirë sot? Çfarë bëhet? Keni pirë kafe na, keni pirë ujna, keni ngrënë mëngjesas, keni ngrënë si do vejrë dita sot është 3 mars e kështu me radhë. Po ti e bërë moderator, se nuk e di. Shumë pyetje më bujar. Pyetje ke.
Nga do t'ja nisim. Bujar Duma, mirëmëngjes. Shënojeni të tëra një për një dhe më përgjigjni kur të keni mundësi ose më shkruani numrin tonë të telefonit. Po e mban mos numrin e telefonit. 068 423. Bravo Bujar. Edhe në Instagramin aty djalkës. Çfarë hapër mëngjes ti? Unë çfarë sa? Përveç gazetave qartazi. E para punës njerë unë ha dashurinë e mozës që më mungon shumë. Si dashurinë. E ha se më ka lënë sa thërime dashuria ajo para se të ikte. Edhe unë përpiqem që ti ha çdo mëngjes. Po Marcela ajo, që ka lënë thërime dashurie. Marcela i thua ti, po për mua është moza. Është nickname, mos ta marrin vesh. Po, edhe unë mozën dua, nëse është e mundur të ma vendosni çka të këngën që është ai djalka i huaj që këndon atë. Neve nuk u flasim, si është ajo kënga. We don't talk anymore. We don't Charlie Puth. Jo, është e bukur. Atë djalkën një ditë tjetër Bujar. Mirë, kur të doni juve. Tani këngës ta vendosim dot, por nëse do ti bësh një dedikim, kam përshtypjen ajo po do dëgjon se është emisioni i saj i preferuar. Jo, ato duara të vogla, mund të luanin me kitar, kur i puthën buzët e mia letu të radhën si në faj. Mos ato dua. Kaq tash, kaq se e ha. O Bujar, po është e vërtetë që korçarët janë shumë romantik. Tashi s'digjo, unë thuaj si jam nga Korça. Jo, e vërtetë është, të ke shumë të drejtë. Se ti gjithmonë flet për dashurinë, sa herë flasim aty, flet për dashurinë. Më vjen mirë, ne do më vjen mirë që e ke dhënë në rekt cilësitë të karakterit tim. Është duke putën telat e kintangrës. Bang. Po, është vërtet korçari pa një fije romantizëm nuk është korçar siç duhet, edhe duhet të ketë edhe një qitharë që ta mbaj aty për çdo rast. Edhe kur ndahemi, edhe kur bashkohemi ne prap vajtojmë. Po mirë, ka një stereotip që ju prandaj ti ku moza s'të kthehet o Bujar. Martoheni shumë vonë Bujar. Ne martohemi shumë vonë. Llafe janë këto. Njeriu martohet kur do vet. Okej. Unë për shembull jam martuar 4 herë deri tash. 4 herë. 4. Po çfarë fati pas ke patur more? Fat kanë pasur ato që më kanë marrë mua në fakt. Po nuk bënin asnjëherë. Që të kanë lënë. Po tash përderisa kanë ikur, domethënë që kam qenë tepër i mirë për ato. Nuk e plasonin dot standardin. Të flasim çik për trafikun? Po e kemi shef. Ashtu. Tash. Ne donin flisnim për dashuri. Ideja është që në Zogtëzi ka trafik shumë. Okej, iku të nga rrugë Dibrës deri nga mesi është mirë, pastaj fillon edhe sikur ngarkohet një çik. Kujdes mos e vini këte nga Muslim Shyri se po i dolën shytat. Kurse kujdes në bulevardin Dëshmorët tek Ore ti susta ke apo si funksionon me ty? Unë funksionoj në një sintoni me makinën time. Edhe po të doni që tikni këte nga rruga e Elbasani, tikni se do ta keni të lirë se lirohet edhe rruga e Librazhdit me çka kam dëgjuar. Rima. E kam dëgjuar, po që nuk i dihet. Kam përshtypjen që ti je nga ata shoferët që frenon gozhd. Unë frenoj gozhd dhe shikoj kokën e klientit bashkë me kokën ting në xham. Faleminderit shumë Bujar. Ju puno Bujar bëj ndonjë lekë, po u morë me ne gjithë. Do la fut franti, po. Dola çiksi, dola. Miru, pamfshim lam tu mirë, jemi javës ditë. Shkoj lam tu mirë mëra. E më mirë, jemi javës ditë. Romantik më është sa tragjik. Jemi javës ditë, ju uroj para shëndet edhe gjithë të mira. Trekëndsh revolucionare është ndryshe, po unë po e them gjithë të mirat ato të drejtë. Filxhanin. Mirë, faleminderit Bujar. Hajde çupka, ju uroj gjithë të mirë. Ding. Ky është një personazh që e kam bërë unë, e bëj vazhdimisht në këto. Po e bën në përshpi. Jo, e bëj në skenë, nuk e bëj në shumë. E bëj në skenë edhe gjithmonë më shijon shumë. Jo, po kur ta sillim shfaqjen, nada kur ta kemi shfaqjen në Tiranë, do vish do ta shikosh se ky është një personazh shumë i dashur edhe për mua. Kur do ta sillin në shfaqjen në Tiranë? Shpresoj shumë që ta sjellim brenda pranverës. Ding. Ta sjellim brenda pranverës. Do të bëhet fiksim ky theksi? Jo. Jo. Unë do filloja dhe s'do ndaloja më. Kam përshtypjen që ndodh ndonjëherë me aktorët që fillojnë jetojnë si personazhet e tyre, edhe dashur pa dashur edhe flasin edhe sillen. Po, është një temë shumë e gjerë kjo kur të flasim për këtë gjë, kam shumë se ç'të tregoj. Tamam. Ke të drejtë. Okej, mirë, e kuptuam. U përmblodëm. Kur ke aftësi kështu imitative ndodh që edhe zhvendosesh në rajone të ndryshme. Jo, nuk më ndodh, po e kuptuam.
Njemi me trafikun e vërtet. Shiko, në fakt bujari sotshëm nuk është se ja futi dash kot me seriozisht. Kishte të drejtë sepse Unaza e Madhe, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, rruga e Diprës janë me trafik të ngadalësuar, ka ca pika bllokimi nëpër segmentet kryesore dhe sidomos nëpër semafor mund të prisni 1-2-3 semafor. Mendova se kishte pika shiu. Jo. Qetso, vazhdon të jetë shile është. Dhe gjithashtu hyrje daljet e qytetit janë me kolona mjetesh. Okay. Kështu që sot që ka ditë me trafik, gjithë punët që nuk mbaruan dje njerëzit pas kanë dalë ti mbarojnë sot. Pra daljet kryesore nga Tirana janë të ngarkuara. Këto që janë të kuqe. Jep. Tmerr. Mirë. Po si janë kështu të bllokuara krejtë. Suksese në jetë. Sukses atyre që po dalin tani për punë, në shqyr zotit arritën për vete. Do arrini, nga ora 1 e kapni. Sot me këtë trafik. Shiko, nuk tash do ngecni, Po nga dalësime do keni thuajse në çdo rrugë. Mjafton që jeni në shoqëri të mirë. Dhe mos harroni të ecni me kujdes sepse nuk i dihet jetës asnjëherë. Ç'është kjo na futë frikën më. Po jo, i bëm thirrje gjithë njerëzve që po tonë po na dëgjojnë tani. Në bujar tragjikun. Ecën njëri me shpejtësim pikë të mëngjesit. Ku i dihet nuk ka, shi nuk ka. Shiko, është mirë që t'ja u themi fjalën e mirë njerëzve se ku i dihet. Respektoni rregullat e qarkullimit. Kaq e thjeshtë është, ecni brenda limiteve. Na dëgjoni ne. E çuditshme ndonjëherë është që më shumë aksidente ke brenda në Tiranë. Brenda. Iku na u fiksim kjo. Tani se të mbajnë këta të dy. Kalojmë dëgjojmë një këngë dhe rikthehemi pas pak. Mirëmëngjes. 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 Faleminderit të gjithëve ju që zgjoheni me Zgjohu po deshe. Jemi sërish bashkë dhe kemi gati quizin e ditës. Gjeje ku? Vazhdojmë me quizin. E kemi më pra. Se çpata një kështu, një glitch. Një ding. Një glitch. Se të kaloj një. Në cilin vend është normale të flasësh vetëm në ascensor, pa u ndjer çuditshëm? Po se bëra. Në Suedi, në Finland, në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Japoni? Edhe një herë, në cilin vend është normale të flasësh vetëm në ascensor, pa u ndjer çuditshëm? Franci. Po. Në Suedi. Sedi. Në Finland. Pastaj. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ta shikojmë. Apo në Japoni? Mund të jetë në Japoni. 068 40 63 423 një sekond ta mbyll. Po. Jo, do thoja këtë gjë që këto quizet e tua të fundit kanë qenë vetëm ku është normale dhe ku s'është normale. Kështu ja. Dua të di. Kryesisht ka pas anormalitete, por okay. Jo, mos janë quizet shumë të bukura, si ti mëson edhe për zakone të çuditshme që mund të kenë këto vende. Është të lutem, një kurështje e madhe ku njerëzit flasin me vete. Flasin me vete. Përveç në Shqipëri. Ndihmoi njerëzit duke u thënë që është një vend afër nesh në Tajland, siç i thonë. Është shumë afër nesh. E shikoni që nga alternativat do. Është ëndra e çdo shqiptari, mos të them. Prandaj s'bëja dot. Realiteti çdo korçari po ëndra e çdo. Oho, që nga Japonia. Të bëj shaka. Ndihma që mund t'ju jap për momentin, krahas kësaj është një ndihmë e madhe, një kupon në vlerën 50 euro nga Sweet Spot. Kështu që na shkruani përgjigjet tuaja në numrin tonë të telefonit 068 40 63 423 ose në Instagramin e Premium Channel. Okej. Faleminderit për ndërhyrjet. Po, është kështu si bloku i dedikuar ky. Ky ishte quizi gjeje ku. Bloku i dedikuar për ndërhyrje? Bloku i dedikuar për anormalitetet. Këtu bën gjithë blloqet tash me pa ndërhyrje, na duhet një polic trafiku. Tani, të dashur njerëz, mirëmëngjes. E ke me apo pa ndërhyrje? Është momenti, me ndërhyrje dhe pa ndërhyrje. Është momenti që ne së bashku të bëjmë atë që quhet Festa e ditës. Sigla. Cila është festa e parë e ditës, do thoni ju tani? Më pyesni. Cila është festa e parë e ditës? Sot është dita botërore e kafshëve të egra. Sa njerëz do doja të uroja gëzuar festë. Nxjerrë telefonin, dërgoj disa mesazhe. Mesazhe copy paste vit i ri po. Dhe ka një fakt për këtë sepse një kafshë vendoset në listën e specieve kritikisht të rrezikuara vetëm nëse Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës beson se kafsha përballet me një rrezik shumë të lartë zhdukjeje. Duhet që ta mbrojmë jetën e egër kudo në planet sepse me këto ndryshimet klimatike që po ndodhin edhe shumë specie në fakt që kanë qenë specie të rralla fillojnë edhe po zhduken tani me gjithë këto. Ne po e bëjmë, e kemi bërë më saktë.
Te kopshti zoologjik kemi dinosaur për shembull. Se ju zhdukëm ato kafshët që kishim, sa po marrim dinosaur. Dhe ne kemi ende. Dinosaur. Ke qenë ti te kopshti zoologjik në Tiranë? Këtu në Tiranë jo, nuk kam qenë. Po në Korçë? Jo. Se bëj shaka. Në Korçë ka dinosaur, Franc. Ka dinosaur. Të sugjeroj të shkosh dhe ti shohësh. Ashtu janë këto. Janë ata të kartonit më. Ata jo, janë plastik. Krahas deleve. Që kanë më të evoluar se sa të kartonit. Gomarit kemi të dinosaur. Ky është në fakt një ditë ndërgjegjësimi për ruajtjen e natyrës, për ruajtjen e botës së egër. Është mirë njerëz të kemi këto frymët që i ka krijuar Zoti natyra dhe ti mbajmë dhe ti ruajmë sepse nuk i dihet jetës. Ndonjëherë do na duhen këto kafshët e egra. Jo, në fakt lexova në një faqe diku që disa prej tyre nuk janë më në rrezik shtukje dhe ishin pandat, koalat mos gaboj dhe 3-4 kafshë të tjera. Ashtu ë? Kështu që po e marrim një çik veten. Po bëhemi pak njerëz më në fund. Mund të jenë numër të vogël, po dy kafshët që janë më të kërcënuara, një për shkak të ngrohtësisë globale dhe të shkrirjes së akullit është ariu polar. Dhe së dyti, kjo është për dëmin që shkakton njeriu nëpër dete, kryesisht e gjithë plastika që hidhet aty, po bëhet kërcënim për breshkat e detit, edhe të ujit. Këto janë dy kafshët më të rrezikuara momentalisht për zhdukje. Nuk ka fest pa muzikë. Po gëzuar gjithsesi. Festa e ditës, festa Bukur shumë. Pasi u trishtuam për breshkat edhe. Jo, është një festë për tham festa e ditës, festë ndërgjegjësuese ndoshta. Dje folëm një çik për atë ditën që ishte dita e emrave, e kuptimit që kanë emrat edhe kështu me radhë, kurse sot do merremi prap me emrat, po në fakt do festojmë emrat unik të njerëzve, ata që janë të veçantë, njerëzit që kanë emrat më të bukur në botë. Emrat më të rrallë. Më të bukur apo unik, se janë dy gjëra të ndryshme. Tani kur e ke emrin unik edhe të rrallë. Se po do për unik ke këto kalamajt e Elon Muskut që janë në kështu ekuacione. Po, x në 4 orë, x në 4 orë plus minus 2. Sa është rezultati? Barazme? Pse ky është vetëm ka Elon Musk. Ka një 12. 12. I ka në për planetet të tjera apo i ka këtu? Këtu nuk i ka dërguar akoma. Dhe i menaxhon këtu, po i shkon mirë. Dhe ata i kanë emrat kështu. Çuditshëm. Për shembull, diagram veni hajde këtu për janë këto të fundit. 3-4 kalamajt të fundit kanë këto emrash. Vektor Tesla, tavolinë kështu. Tabel Mendelejevi. Sinore edhe kështu me radhë. Kështu i ka. Gëzuar gjithë ju që keni emra unik që si kanë njerëzit e tjerë, muzikë edhe për ju patjetër. Festa e ditës, festa para sie, festa e ditës, festa e ditës. Gëzuar të gjithë atyre që quhen sherbete, shëndetlie, sheqerpare, emrat tuaj janë unik, kështu që duani veten se jeni shumë të ëmbël. Janë unik dhe të ëmbël. Po, tani përpara se sa të them një fest shumë të bukur që lidhet në fakt edhe me emisionin ton, lidhet me televizionin ton, lidhet me radion ton, përpara pra se sa ta them këtë gjë, do përmendim dy festa të tjera shumë interesante që janë National I Want You to Be Happy Day, dita që unë dua që ti jesh i lumtur. Edhe ne duam që ti jesh i lumtur. Oh, thank you. I really appreciate it. Urojmë që t'ja dalësh. Okej. Kështu që thuajini, ngriuni në mëngjes dhe thuajuni njerëzve tuaj të afërt dhe jo vetëm, ose shkruani një mesazh dhe thuajini që unë dua që ti të jesh i lumtur, dua që ti jesh i lumtur, dua që ti jesh pozitive kështu më radhë. Edhe një mesazh thotë di, po më duhen 300 euro paguaj kredi. Duhen 1 milion euro. Këtë muaj. Po. Dhe është National Anthem Day, dita e himneve ndërkombëtare, gëzuar të gjithëve me që përmban shpirti edhe që e këndoni. Mësoni himnin. Kur do ta mësoni himnin, po. Nuk ka fest pa muzikë, dëgjojmë këtë muzikë. Festa e ditës, festa e ditës, festa para sie, festa e ditës, festa e ditës. Dhe tani. Është ajo festa që ka lidhje me ne? Është festa që ka lidhje me ne, ju themi të gjithëve gëzuar ditën e turizmit. Gëzuar. Ua, duhet kishim marrë nga ato që prim që. Po, gëzuar nga Premium Channel, nga Radio Travel, nga Vasi patjetër me ofertat e saj fantastike. Kështu që të gjithë ju që nuk keni gjetur një arsye për të festuar sot, bëni dhe planin e pushimeve, festoni dhe ditën e turizmit, gjeni ofertat më të mira dhe gëzuar të gjithëve. Festa e ditës, festa para sie.
Si do ta festoni? Nuk keni një justifikim për të udhëtuar. Prisni biletat sot e thonë jam i detyruar si ishte festa e turizmit, jo se unë doja, por duhet të respektoj festën. Janë detyrime që duhet t'i bëj njeriu, t'i mbaj njeriu në jetë. Moj ndonjë plan për pranverën keni bërë ju për ndonjë udhtim, për ndonjë gjë kështu apo jo? Apo ç'e deshe? Po edhe kemi bërë, po si ndajmë, nuk i tregojmë. Se ndoshta sa realizohen pastaj. Mikaela? Për pranverën jo. Kam filluar vetëm me të verës. Okay, që tani. Shumë bukur. Bravo, shumë mirë. Ti? Një gjysmë plani, po jo plan konkret, domethënë. Se s'na ke ftuar. Po tani Se ti pas ke planin më të afërt. Kur të vi momenti. Jo, po kështu në moment fundit zvim nëse na ka pa përgatitur. Ju ka pa ankthi, ju ka jeni ankthioz. Na ngrihen nervat ashtu. Ankthioz. Nada si çaj quizi edhe një herë të lutem. Do të dish për quizin e ditës. Dua edhe një herë. Në cilin vend është normale të flasësh vetëm në ascensor pa u ndier çuditshëm? Suedi, Finlandë, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Japoni? Është një vend që koçarët e duan shumë. Thashën që nga Japonia më duket. Ajo, me patjetër që ajo. Të dalë të fati thonë kësaj. Ka edhe shumë video që njerëzit flasin me veten kudo aty, jo vetëm në ascensor, po. Vërtet është. Në cilin vend është normale të flasësh vetëm në ascensor pa u ndier çuditshëm, ndryshe quhet si small talk. Edhe është një sport kombëtar, por në cilin vend? Për ku bëhet fjalë? Në Suedi, në Finlandë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Japoni? 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel ne presim përgjigjet tuaja. Mirëmëngjes të gjithëve, është momenti të shkëputemi pak me një këngë dhe rikthehemi pastaj me të tjera. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes tyje. Po shikoj një palë duar ande nga regjia. Janë duar të gjata të Olivier. Jo, janë, po na çon zemra. Domethënë, po na çon shumë zemra. Maeva si bëhet ajo? Edhe një herë të lutem. Zemra koreane. Se mësova kur. Vetëm Maeva di ta bëj atë. Sigurisht është më e reja. Janë dy V, kështu? Me gishta tregues edhe bëhen bashkë në këtë. E mësova më duket. Shpërndani dashuri, paqe, harmoni, pasticëri, dashuri në botë kudo që jeni. Po hap ndonjë biznesi. Jo. Tani, njerëz të dashur, është momenti që ne të flasim për çfarë ndodh në përbot, Travel News. Travel News. Duhet të ndaloj se shkon dyeri kur jam këto sigla. Ishte e bukur. Nuk ashtu jepi. Ka diçka që nuk shkon domethënë. Okej. E dini ku do ju çojmë sot? Ku të duash? Zot, është udhëtimi im i ëndrave dhe mezi po pres ta realizoj. Vërtet? Po. Në Island për turizmin e dritave të veriut. Po. Për mua nuk ka gjë më magjike dhe më të bukur se ato. Do sakrifikoja gjithë pushimet verore, vetëm të shkoja të shihja ato. Këtë periudhë ndodh më duket? Po. Tani në mars. Prill, domethënë shtator-prill është momenti më i mirë për t'i parë. Që më të dukshme. Po, sepse kishim emision me Kevin. Në ndryshim nga vitet e tjera, këtë vit thuhet që për herë të parë në 10 vjet ka më shumë drita se kur më përpara, sigurisht ka ndikuar edhe kushtet atmosferike. Kam parë gjithashtu edhe video në Instagram që për herë të parë kishte drita vetëm të bardha. Pra ne jemi mësuar të shohim në rrjetet sociale këto dritat të kaltra, jeshile, roz. Ishin vetëm të bardha dhe ishte shumë magjike se duke llogaritur edhe vendin me bor aty, një bardhësi totale. Është një udhtim që kushton pak dhe gjëja më e shtrenjtë po ashtu janë edhe këto hotelet në formë kupole që janë me xhama, që ti mund të shohësh dritat, ishin goxha të kushtueshme. S'të ndihmoj dot Mikaela te kjo pjesë. As si far ndihma. Do doja edhe unë të vija me ty. Kjo është për të na moj Mikaela. Aman ja sa të mbyllim emisionin kështu dorë për dorë, ngjitemi te zyrat e vasit, ju lutem. Kjo është kërkesë e hapur, e drejt për drejt. Ju lutem na bën na ndihmoj të shkojmë. Po duhet të na ndihmoj se ka një problem. Viti 2026 po konsiderohet si një nga kulmet e këtij ciklit 11 vjeçar të aktivitetit diellor dhe për këtë arsye do fillojnë të rriten paksa dhe çmimet. Sepse kërkesa është shumë e lartë nga turistët dhe rrjedhimisht tani bizneset do përfitojnë. Do rriten çmimet e udhëtimeve, çmimet e hoteleve, çmimet e shërbimeve. Ne prisnim të uleshin. Prite, s'ka. Rritja e shpërtimeve diellore dhe stuhive gjeomagnetike pritet të intensifikojë dukshëm fenomenin e aurora borealis, duke i bërë dritat e veriut më të ndritshme dhe më të shpeshta, sepse ka ndodhur, ka pasur njerëz që e kanë bërë këtë udhëtim, pra si puna jon që mblidh lek, ikën ato. Kanë do shikojmë dritat, do të ishte drita s'kishte. Mblidh deri të premten harxhon fundjavë. E kupton çfarë tmerri të bësh atë udhëtim dhe mos të rastisësh dritat.
Se mund të ndodhë. Po në fakt do kesh një gjë për të rrëfyer, për të kthesh. Dhe edhe guidat aty të paralajmërojnë, thonë shiko, periudha, ato kanë edhe këto aplikacionet e veta, sigurisht e njohin shumë më mirë si fenomen natyror se ne. Parashikohet që mund të shohësh dritat ku diun pas nesër në filan orë. Dhe vendi që është më i përshtatshëm është kjo maja këtu. Ndodh që ndryshon moti. Është diku tjetër ose s'duken fare, po. Sepse duhet të kesh një njerëz aty që të bën telefon, thotë hajde se dolë. Hajde nisu direkt në aeroport. Ai që xhepin plot. Nisu. Shpejt se iku është që qelli duhet jetë sa më i pastër, sepse po pati vranësira, po të ketë re, ato duken shumë pak. Ua, po kjo që ka super ide për agjencitë për të përfituar. Domethënë ti rezervon, i paguan gjithë, kur shkon atë kishte ardhur çik më herët. Si unë më dashur. Do ti paguash ato lek, po mirë është ti shikosh. Imagjino, t'ja vendosësh emrin vajzës Aurora Borealis. Shiko, me këtë Aurora po, Borealis. Unë kam dashur Borealis. T'ja vendosësh? Jo Aurora, po me shkurtim Aura. Mirë, po, ka shumë. Se është edhe aura, energjia e njeriut edhe dritat. Kështu që ja pra mu dojsh mua emri i vajzës time wannabe. Se thash para të gjithëve. Bëje një. Emra kemi plot ne për këtë punë. Bëje një, pastaj e flasim. Pse nuk ishte te emri problemi? Jo. E pas kam kuptuar gabim. Tani ke kom Kailas ka gjë. Mirë, tani shiko, ky është nga ato udhëtime që duhet ta planifikoni goxha para, të mateni mirë, sepse nuk është nga këto udhëtimet e momentit të fundit që mbarove programin, ti e thua po iki një herë në Finland, në Island. Do një plan para prag. Duhet plan, duhet të llogaritni gjërat mirë dhe duhet të bëni kërkimet e duhura për të kapur momentin më të përshtatshëm. Ju pëlqeu si sugjerim? Shumë i bukur, shumë interesant. Qëndron gjithmonë. Tani, unë do t'ju marr dhe do t'ju hipi në avion për një udhëtim për 20 orësh. 20 orë, sepse po flasim në fakt për një linjë direkt ajrore nga Sydney në Londër. E ka bërë kjo kompania që njihet me emrin Qantas dhe është pjesë e projektit të njohur si Project Sunrise. Normal, nisesh me dritën e diellit, arrin me dritën e diellit. Ka vetëm Sunrise. 20 orë, 20 orë, po 20 orë. Do të bëj shumë. Nësë po rrim do të tokë 20 orë më në ajër. E di çfarë gjumi bën. Kanë menduar këto kompanitë kanë menduar. Ose janë as komod avionët për të qëndruar aq gjatë. Ja tani se çfarë ndodh, sepse këta avionët Airbus A350-1000 në fakt janë përshtatur posaçërisht për këtë distancë ekstreme me kabina të ridizenjuara, zona për stretching dhe ushtrime. Pas ka hapësirë, po lutem atë e dua unë, se më dhemi në këmbët. Tani të rish 20 orë nuk është e mundur, kështu që do ngrihesh, do bësh çik palestër, do bësh sagira. Se e shikon një sezon të plotë të një seriali. Dhe, shikoj se çfarë është më interesante që mua më bëri shumë kurreshtar. Ndriçimi inteligent që imiton ciklin natyror të ditës për të reduktuar efektet e jet lagut. Domethënë ata kanë instaluar në krejt avionin disa drita që në fakt duket sikur është natë, duket sikur është ditë, duket sikur është pasdite. Janë këto Aurora Borealis apo? Base, mund të kalojë edhe atje sipër e ti shkon që shkon. Mos më ngacmoni Aurorën mua se aty prishemi bashkë. Megjithatë, thot sfida mbetet komoditeti pasagerëve dhe ndikimi mjedisor pasi fluturime të tilla kërkojnë menaxhim shumë të kujdesshëm të karburantit dhe të emetimeve. Normale 20 orë duhet ta mbushësh atë plot serbatorin që ka shkuar nafta shtrenjtë vajte 2000 lekë. 2000 lekë dhe kjo gjë ndikon edhe në mjedis, kështu që është një sfidë për vetë këto kompanitë ajrore dhe për avionët Airbus këto të mëdhenj shumë, se si të reduktojnë në minimum ndotjen mjedisore. Çfarë kapaciteti kanë këta avionët apo nuk e thot? Nuk e thot, nuk e di, por ma merr mendja që duhet të jenë gjithë lagjën aty brenda. Mund të jetë gjithë Sydney, të futet atje dhe të shkojnë në Londër, e kupton? Kështu që kush do ta provojë, kjo është shumë e mirë se me avionin tënd bëjmë një ndalesë në Butan, në mbretërinë e Butanit. Keni dëgjuar ndonjëherë për këtë? Un kam dëgjuar për Butanin. Vërtet? Çfarë ke dëgjuar për Butanin? Di që është një vend i vogël. Po, kaq e di, po e kam dëgjuar si emër. Po prisja ndërkohë. Çfarë prisim atë? Kam dëgjuar që është vend i vogël, Butani nga vetë fjala. Po, si emër e kam dëgjuar, patjetër. Mbretëria e Butanit ndodhet në Azinë Jugore, është një vend pa dalje në det, diku midis Kinës edhe Indis, por është një destinacion i ri që ja vlen të vizitohet. Në fakt, mbetet një nga vendet e rralla në botë me një status karbon negativ, fal politikave të rrepta mjedisore dhe faktit që mbi 70% e territorit mbulohet nga pyje, gjë që na mungon të
të lutem. Me Ken Butanak tana i ban. Bravo qeveria Butonit, e keni kryer misionin. Qeveria aplikon një tarifë ditore për turistët, e njohur si Sustainable Development Fee. Oh yeah. Pra një tarifë e qëndrueshme për zhvillimin, e cila përdoret për mbrojtjen e mjedisit, arsimin dhe shëndetësinë publike, masa ato që do na vlenin dhe neve. Kjo politikë në fakt synon të shmang turizmin masiv. Pra, nuk mund të shkojnë pafund njerëz për ta vizituar këtë destinacion, vetëm për faktin që duhet ruajtur natyra. Dhe në këtë formë ai mund të ruaj autenticitetin kulturor të vendit. Shumë e bukur. Bhutani është gjithashtu i njohur për konceptin e lumturisë kombëtare bruto. Sa termi bukur, to fjalë është fantastik. Lumturi kombëtare bruto. Një model zhvillimi që mat mirëqenien e qytetarëve prej treguesve ekonomik tradicional. Pra nëse gjërat nuk shkojnë mirë, përmes këtij maci ndërhyn qeveria me politikat e dhura vetëm që njerëzit jenë të lumtur. Çka ke ditë se i lumtur? Çan ato turi varru? Po, çmim bën ato. Kjo që nga kur shteti punon për mirëqenien edhe lumturinë e qytetarëve. I thonë aty për shembull pse ta arrestuan ty po si isha i lumtur thotë ai. Sa e bukur. Dhe njerëzit në këtë mbretërinë e Butanit janë shumë të butë. Si natyrë kështu, pak të butë. Për udhëtarët që kërkojnë nga Butani. Për udhëtarët që kërkojnë përvojë autentike, natyrë të paprekur dhe qetësi shpirtërore, ky destinacion konsiderohet unik në botë dhe unë jam gati për të shkuar në mbretërinë e Butanit. Butani. Orima. Okej, mirë, i tham këto udhëtime, po futem të shoh në një paketë në vas për mbretërinë e Butanit, si mund të jetë forma për të shkuar atje, jo. Ajo jo vetëm që do shikoj paketën, por rrezik do filloj me këto. Si marr pasaport në Butan? Si të martohem me një butanak? Butanez? Butanor. Me një butik? Imagjino të thuash për shembull, të ngresh në mëngjes edhe sikur si jam fort i lumtur, sot duhet të kaloj një ande nga Butani. Të përjetoj të lumturinë bruto. Po, dhe sa arrin aty, ju tha, përshëndetje, jam i juaj. Më merrni, më mbani. Lumturi kombëtare bruto, një nga ato fjalë që është më të bukur që kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time, sa i takon këtyre politikave të qeverisë për shtetasit e tyre. Studime dhe raporte të dedikuara në fakt që bëhen edhe për ne. Si vend, po janë bërë, po nuk është të dalim të lumtur me thënë të drejtën. Ne të gjithë prapë do përfundojmë anksiozë. Jemi anksiozë dhe ankohemi shumë. Vetëm këto rezultate që s'na kien besë dhe ato që dalin për anketa thonë, po pi kafe më mirë, po shënoj këtu. Pyeta 5 veta, nuk ishin fort të kënaqur. 5 të tjerë po e ndryshoi, ishin më mirë. A jeni i lumtur? Normal që jemi i lumtur, nga rrafës, nga shakush. Po. Për ditët e det. Bravo zotri. Bravo koncepti që ne kemi për lumturinë. Një qytetar i lumtur. Ky ishte Travel News edhe për ditën e sotme, sigurisht do shihemi prap nesër në këtë rubrikën e bukur. Jo, nuk e mbyll. Deri në 9:30 jemi. Qëndroni me ne, ishte vetëm Travel News që e mbyllëm për sot, ne do vazhdojmë të qëndrojmë bashkë deri në orën 9:30, pastaj kemi temën e ditës, tani kemi muzikë shumë të mirë, ne do vazhdojmë të flasim për Butanin dhe lumturinë. Shihemi dhe dëgjohemi pas pak. Mirëmëngjes. Ishte munguar. Mirëmëngjes. Bebia, se çka bën një gjë me çike. Çike luje belin çike. Bravo, bomba atomike. Kjo është kënga. Kjo është kënga e Bebes. Po, kjo është kënga. E kam marrë nga kënga e West Side Family këtë pjesën. Okej, shumë mirë, bravo. Po bën namin, po bëhet virale. Ne jemi bashkë në studio tani për t'ju njohur me temën e ditës dhe me të ftuarën ton. Jetojmë në një epokë në fakt që telefoni di më shumë për ne se ç'mund të dinë të afërmit apo miqtan, edhe lehtësisht jemi bërë shumë parashikueshëm, saqë edhe algoritmi i Instagramit apo i Facebookut e nxjerr edhe gjën që po mendojmë përpara se ne ta shkruajmë. Por a ka një limit midis privatësisë edhe asaj që duhet të bëjmë publike, sa e shëndetshme është që të ruajmë gjërat tona personale? Flasim të mëngjes me Wendy Nelin, e cila është influencere. Mirëmëngjes Wendy. Mirëmëngjes. Si je zgjuar sot me energji? Po, me shumë energji të mira se po vija këtu. Okej, faleminderit. Ke bërë ndonjë postim për çfarë do bëje sot, si jeni ditën? Akoma jo, por të direkt tash sa të mbarojmë, do të tregoj që isha këtu. Mund ta bësh edhe tani live. Do të jemi në po ishte shumë interesante. Duam ta shohim si funksionon nga një influencer. Wendy, domethënë pyetja e parë. Po bën postimin Wendy. Ose jo, më mirë po e bëj pastaj. Okej, ti. Pyetja e parë, kur ka qenë momenti që ti vendose që profilin tënd ta bëje publik edhe ta kanalizoje ekskluzivisht në këtë botën e influencerave dhe tani me thënë drejtën, unë nuk e kam nis fare profilin që të bëja e tillë, madje çdo gjë ka ardhur kështu shumë spontane, postoja çdo ditë për qefin tim, si më thën, por pastaj filloja që njerëzit po reagonin, po më donin më shumë, po më thonin shife ta marr këtë si ti, të bëj kështu, dhe të fillon të pëlqen si gjë normalisht.
Erdhi shumë natyrshëm, pra se thua, nuk është se ti e kishe si qëllim që një ditë unë do ta bëj këtë gjë. U kthye në punë, le të themi se ajo është punë e mirë fill tashmë. Nga feedbacku që arritet të merrje nga njerëzit. Po ke pasur ndonjë merak se sa duhet të postoja, çfarë duhet të postoja? Më shumë merak nga që unë vi dhe nga një vend i vogël, nga një qytet i vogël janë dhe këto komentet e njerëzve, si do reagojnë, familjarët ndoshta, nga cili qytet vjen? Nga Burreli. Por që janë ato komentet, sado, domethënë nga qytetarët, nga familjarët, kushërinj, nuk e kuptojnë. E vërtet. Po që tani domethënë kanë filluar janë përshtat më këtë habitatin tim le të themi. Domethënë i bindet ti ata dhe jo ata ty. Kjo është ideja. Po ja dola se kur tha për shembull po bën lek vajza, domethënë. Jo, ju duket kështu, e çuditshme dhe e panjohura, pastaj thonë, shikoj sa bukur pas ka dal Wendy. Po, shumë fiks. Wendy çfarë zgjedh ti të ekspozosh në rrjetet e tua sociale? Çfarë publikon? Më shumë domethënë udhëtime, gjëra të përditshme, outfite, get ready with me, pako që unë mund të marr, po. Pako që mund të marr nga shumë biznese, domethënë pjesën e reklamave, këto gjëra. Po nuk e limiton veten tënde në këtë drejtim. Pra jo, domethënë gjëra të përditshme. Jo çdo gjë, se normal nga ana personale ne nuk do të postojmë gjitha, duhem dhe ta balancojmë. Deri në çfarë limiti shkon? Po varet, domethënë vetëm zbulosh nga jeta personale. Jo çdo gjë, i balancojmë. Po jo çdo patjetër. Por që jo çdo gjë është sikur duket në rrjetet sociale dhe si mund të jemi ne në privatësi. Ke pasur një model që e ke ndjekur, Neli? Domethënë gjithë influencerat i kam ndjekur që në fillim, kush ka qenë që nga ajo kohë. Nuk ke një që e ke preferuar, domethënë që e ke preferuar. Domethënë unë shumë goca i kam pas shumë preferuara që nga fillimi, por që prap domethënë akoma ndiqen, akoma i kam preferuar edhe sot. Ka diçka që të bezdis kur e shet te influencerët e tjera ose njerëzit që kanë rrjete sociale apo i ndesh aty në feedin tënd, që thua, "Po, e teproj me këtë, pse duhet postuar kjo?" Nuk e di, varet, domethënë çfarë mund postojnë ato, varet nëse lidhen me pjesët që njerëzit duhet. Domethënë, nëse një person nuk mund postoj diçka që njerëzit duhet marrin shembull tek ajo, as mua nuk më pëlqen. Duhet jemi domethënë shembull për njerëzit. Po normal. Po ti vetë je penduar për diçka që mund të kesh postuar? Penduar tani e ke rimenduar, e ke zhdukur si postim. Po ajo nuk diskutohet, por që në fund ditës sikur thua edhe ti e kemi fshirë dhe se na ndodh të gjithëve. Domethënë kur na ndodh edhe ne që nuk e kemi për profesion të qenit influencer apo blogere, jo më ty që e ke punën tënde të përditshme. Po, e vërtet. Wendy, sa më afër mikrofonit, të lutem, ndjes edhe një herë se kemi edhe porosi këtë nga regjia. Patjetër. Tani dua të të pyes për një gjë, sa kohë të merr ty në ditën tënde? Të gjithë kemi 24 orë, po ti sa i dedikon kësaj gjëje? Tani, unë me thënë drejtën jam dhe në shkollë, jam dhe në punë dhe punoj si content creator në 3 vende. Okay. Edhe TikTok-un tim bash 4, kam dhe një punë online. Përsëri do me thënë që prap unë jam gjithë kohës me telefonin dorë. Vetëm me telefonin dorë, po. Do me thënë një pjesë konsiderueshme të ditës ti ja kushton. Jo një pjesë konsiderueshme, po telefoni është për zgjatimi i trupit. Wendy, të ka ndodhur që të kesh përdoren materiale ose postime, çfarë mund të kesh bërë në rrjetet sociale? Deri tani jo, por i kam me thënë drejtën pak frikë këto gjëra, se tani kanë dalë dhe shumë po rriten domethënë çdo ditë këto, por deri tani shqyrës më kanë ndodhur. Pra për shembull mund të jetë një brand ose një dyqan online që shikon përmbajtjen tënde, videot që ti bën këto get ready with me, pra duke u veshur ose duke u lyer e ku di unë, edhe përdor imazhin tënd për të reklamuar gjërat që mund të ketë aty në dyqan. Dhe ti e rastësisht. E kanë ndodhur që kanë publikuar domethënë, po, por që thjesht i kam shkruar dhe mund ta ketë fshirë diçka e tillë, sepse unë nuk po bashkëpunoj me atë brand që ai duhet ta postojë. Pra nuk është ka pasur probleme të mëtejshme, se ndodh shpesh që bëjnë edhe nga këto denoncimet publike dhe e vërtet këto kompanitë as nuk dënjojnë ti heqin videot, përkundrazi vazhdojnë mundësisht edhe video edhe foto të photoshopuara, pra një personazh që nuk ka pas fare lidhje me atë produkt. Në fund me kjo, me AI për shembull, që po marrin fytyrën e njerëzve të famshëm në Shqipëri dhe po shesin produkte të ndryshme. Është reale, domethënë duket fikse sikur është. Po ty të trem kjo gjëja për shembull? Është e frikshme kur e mendon inteligjenca artificiale se sa po ndikon edhe në punën që ti po bën. Po sepse duken gati fikse, domethënë njëjtë sikur je ti atë në video, nuk është se është fare reale. Duket. Cilat janë ato gjëra private që ti i mban ende të tuat? Pavarësisht se influencer dhe ndoshta duhet të jesh sinqert me audiencën që të ndjek, ka gjëra që Wendy është fanatike dhe thotë jo, këtë nuk do të nxjerr asnjëherë në Instagram. Po ndoshta gjërat familjare, shumë gjëra personale nga jetesa ime, varet. Domethënë,
Unë shumicën e gjërave postoj, jam kupto. Edhe njerëzit janë mësuar të shohin shumë ide, domethënë dhe nga ana familjes kam postuar shumë, por jo çdo gjë normal. Të duket ndonjëherë sikur ke 2 jetë, Wendy? Pra ke një jetë që Jo më shumë se 2, edhe më shumë se 2. Ashtu, ëh? Edhe më shumë se 2, vallai po. Po si e bën ti këtë ndarjen, domethënë ndërkohë ku fili njërës, ku fillon njëra, ku mbaron tjetra, apo ty tani më të janë ngatruar në kokën tënde dhe nuk e di se ku je? Janë ngatruar. Është e vërtet. Vallai, domethënë kështu nis. Nis domethënë që ti e krijon këtë profilin tënd edhe pastaj duhet të jesh gjithkohës atje dhe duhet të dedikohesh gjithkohës dhe njerëzve sepse ke një habitat tëndin që po të ndjek, po pret postimet e tua. Është komuniteti yt. Sa postime bën minimalisht ose maksimalisht? Nuk është se kam një limit, le të themi, por që çfarë do që të bëj gati, domethënë kudo që të hik outfit e gjërat unë i postoj. Domethënë nuk ndjek një strategji të caktuar. Jo. Momentalisht funksionojnë shumë me lap se me letër. Momentalisht me ditën e postimit, me orarin e postimit, me numrin e ato ditët e mira. Po, e mira. Me orare. Por që jo, nuk është se kam një Wendy, në fillim thesh ishte reagimi i audiencës, feedbacku që ti more prej tyre që të bëri ta konsiderosh ta marrësh këtë punë si profesion, pra ta kthesh në përditshmërinë tënde. Tani që ti po e jeton këtë profesion, sa ndikon audienca në presionin për të qenë sa më pranishme, të flasësh sa më shumë për gjëra që ndoshta më përpara edhe mund të mos i përmendje në rrjetet e tua. Unë më përpara kam qenë shumë e ndrojtur, madje s'kam pas fol gati fare, ndërsa tani sikur thua edhe ti me shtimin e audiencës rritet, është presion sado që ti duhet të jesh më shumë aktive dhe në rrjetet sociale për ditëshmëri. Po ku e ndjen ti presionin? Të shkruajnë njerëz apo sheh ato views në për story edhe po bravo, views, komentet që mund të të bëjnë dhe në për video, views-at, share. I lexon të gjitha komentet? Jo të gjitha, sepse mendoj nëse do i lexoja të gjitha do ndjeja edhe shumë keq. Nuk e di, kam jo të gjitha sepse ka dhe një jetë të saj përcjellsuar ndërkohë. Po, nuk të duket sikur kjo është një farë dhe për jetën e saj besojnë. Po. Nuk të duket sikur është një farë varësie ndaj kësaj gjëje, pra që ajo të kontrollon ty dhe jo ti atë, domethënë arrin. Shumë varësi, madje unë shumicën e rasteve mundohem ta lë telefonin, përkushtohem te diçka tjetër, po prap sado edhe nëse nuk ardha si mesazh thjesht them, do ta hap tash. Do ta hap, do ta shikoj. Është në fakt është një smundje e përgjithshme që po ju ndodh njerëzve sot. Aq më tepër ju që e keni të dedikuar ndaj kësaj gjëje vazhdimisht gjithkohës. Mua personalisht më duket pak realitet i frikshëm. Kjo gjëja. Është pak e frikshme. Po mendon se të rinjt sot që duan të ndjekin këto apo janë të vetëdijshëm për rreziqet që mund të hasin në këtë profesion? Jo, nuk janë vetëdijshëm, sa unë nuk kam qenë vetëdijshme, por që dhe ndoshta le të themi fama, ka dhe këto të mirat dhe të këqijat e vetas. Sado ti do jesh ndoshta njerëzit tani do të njohin dhe nuk do jesh shumë bësh gjëra më të limituara, ndoshta le të themi. Ke patur ndonjë moment se tani me famën, çfarë do lloj fame që mund të konsiderojmë këtu në Shqipëri dhe në Shqipëri për sa kohë të gjithë hasemi me njëri tjetrin, mendoj se koncepti i famës është pak i mbivlerësuar, po megjithatë ka shumë raste për që bëjnë stalking, pra njerëz që fiksohen pas teje, njerëz që të përndjekin, le të themi në një mënyrë në botën virtuale. Ke pasur nga këto raste? Është gjithmonë ai personi që thot përsh, ç'kemi. Dhe pas 4 vitesh që ti si kthen përgjigje, po ti pas ke shumë. Mikaela mos e thuaj. Për gocë nderuar. Themi të gjitha. Dhe për gocë nderuar. Shumë nga ato persona me të drejtën. Ka dhe goca, ka dhe shumë goca. Goca që të ngacmojnë në Instagram? Jo të ngacmojnë, por që si fillim bëjnë komente të tilla dhe pastaj fillojnë të shajnë ose ku di. Por nuk i kthen përgjigje. Mund të jenë edhe çuna të maskuar, ato goca ta zgjedhin. Jo, jam dakord. Ja besoj se ka shumë goca. Ka dhe shumë goca. Mirë, duhet të jesh një çike sinqert. Lufta brenda llojit është shumë më e madhe se sa. Jo, po në kjo hatërmbetja e çunave kur si kthen përgjigje. Është influencer, domethënë ja ka vendosur vetes të titull edhe për të qenë transparent me audiencën duhet edhe të kthesh përgjigje, se ndoshta ka publikuar diçka të gjithëve. A ka njerëz sa mesazhe merr zakonisht në ditë? Domethënë ne mesazhe marrim sidomos kur postojmë video dhe kështu, por jo të gjithëve u them normal, jam kuptoj. Por nëse kanë një pyetje, ndoshta ku e ke marrë kët ose çfarë vendi ndodhet kjo, gjëra të tilla, patjetër që thjeshta. A ke ti followers nga jashtë Shqipërisë për shembull, njerëz që të ndjekin edhe Po, vallai kam shumë. Po për shembull, jam shumë kurioztar të di, të shkruaj një brand veshjesh nga jashtë. Si e dallon ti që kjo është serioze ose është, po themi,
Do me thënë duket një profil kur është real dhe duket diçka kur është fake, por që nga jashtë deri tani nuk më kanë shkruar vetëm brenda Shqipërisë. Okay. Edhe nuk e di. Po ke si qëllim ti për shkakun që të zgjerosh edhe rrjetin tënd të followersave jashtë? Po për sa kohë jam jo fut kësaj pune, pse jo, më kupton. Pse jo? Leka janë. Do ta shfrytëzoj edhe me euro pastaj, i merr edhe kështu. Mirë, meqense po flisim pak për këtë presionin që ndihet sot për të qenë prezent në rrjetet sociale, për të dukur sa më mirë, ka edhe njerëz që ndjejnë presionin për të patur më shumë ndjekës. Edhe ndonjëherë bien pre edhe blejnë ato e këtyre aplikacioneve ku mund të blesh ndjekës, pra followers. Po, ka shumë aplikacione që blihen, ka dhe njerëz madje real që ti duhet i paguash dhe ato të shtojnë ndjekësit, por nuk është se janë ndjekës real në fund ditës dhe thjesht është një numër aty në fund. Po mirë, ti për shembull e ke bërë këtë, ndoshta thjesht edhe për të përfaqësuar mirë para një biznesi që kërkon njerëz që të marketojnë produktet. Nuk kam, por që unë njoh shumë persona që i kanë blerë, domethënë, dhe kështu funksionon, kuptoj, po rriten, ndoshta shive se un kam 100k, ti ke 50, un kam më shumë, ndërkohë ai ka të blerë, më kupton? Dhe un për shembull nuk mund t'i kem dhe bëhet ai dallim. Po si dallohet kjo për shembull, si e dallon një biznes që dikush i ka të blera? Nuk dalin like-et real, unë pak këtë kam vënë re. Nuk dalin like-et real dhe nëse ti futesh te followersat mund të jenë më shumë tuaj se shqiptar. Po, edhe sikur, për më tepër nuk mund të jesh një profil me 100.000 ndjekësa dhe të kesh 25 like. Se 25 janë shoqëria dhe farefisi, ato 100.000 çfarë ngelen janë. Unë kam 66.6 në TikTok dhe janë gjithë domethënë real, nuk se duket atje për shkak që thot Wendy ka fake followers. Rajai nga India like your photo. Janë më të angazhuar shqiptarët në TikTok apo në Instagram, po të ndjekin më shumë. Në TikTok edhe videot bëhen shumë herë më virale dhe ndoshta në Instagram të ndjek vetëm ajo pjesa që ti ke follow, shumë rrallë mund të dali ty në video në For You page, ndërsa në TikTok të ndjek kushdo, domethënë nuk ka rëndësi nëse ti e ke follow ose jo. Është një gjë më publike TikTok, se unë nuk e njoh shumë si aplikacione të drejtë. Ka trende që ti ndjek në TikTok? Po, domethënë dalin trende të reja çdo ditë. Momentalisht për shembull? Është ajo që sapo këndove ti në fillim e Bebe Regjës. Ashtu ëh? Çike. Që nga bërë. Po është bërë shumë virale. Shumë virale bomba atomike. Hajde. Çfarë ndodh me këtë botë? Në fakt me këto luftrat kështu i shkon Bebe. Me këto luftrat lere as kënga nuk shkon, as profesionet tona nuk shkojnë. Po mirë, Wendy, nuk të ka ndodhur për shembull që ti ke postuar një video në TikTok ose në Instagram edhe ke qenë me pushime në Vlorë zëm. Marr një vend kot kështu, random. Edhe ka ardhur dikush edhe të ka ndjekur edhe vetëm për të takuar atje. Po, ka ndodhur shumë herë. Në Tiranë ndodh më shumë, por që dhe me pushime dhe kur kam qenë me të shtëpis, kam qenë një moment me kushenjtë e mi, ishim me një darkë. Dhe erdhën të më taku ca goca dhe domethënë ishin këtë kështu. Ti u habita. Me vërtet me ty, am kupton se nuk ishin mësuar që për shembull të vinin, janë më shumë mosha ime, am kupton? Por që nuk ishin mësuar më këtë fakt dhe thjesht ishte shumë e çuditshme, sidomos para atyre. Domethënë ato të kishin parë çfarë kishe postuar së fundmi ku ishte dhe erdhën të takonin. Ose dhe mund të ishin dhe aty dhe kemi bërë domethënë në të njëjtën kohë, ishim në një vend dhe thjesht erdhën aty të takonin ato kushenjtë e mi që ishin me vërtet me ty. Ti nuk të bezdis këtë. Pas kemi gjykuar kot në fillim thon kushërinë. Me vërtet. U bë ka bukur. Jo, është bukur, domethënë më pëlqen si gjë, është goxha bukur. Po nuk mendon që ndikon te privatësia jote, nuk do doje ta ruaje këtë pjesë? Të paktën kur je duke shijuar një darkë me misht, me kushurinë, siç thua ti. Ose kur je duke bërë blerje në një qendër tregtare. Varet, por që prap nganjëherë ande më pëlqen. Të pëlqen. Po. Kaq kur të pëlqen, s'ka, nuk ka argument. E ka ndarë më shumë. Ka rastis deri më tani që ka qenë edhe në qejf, ose të jetë ndonjë ditë me nxitim që të ketë hallet e vet ato të çuditshme shumë. Më lëra. Tamam. Wendy ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit, dini dhe ju shumë mirë. Faleminderit shumë. Wendy i një bombë atomike. Do të gjejmë një këngë tjetër përveç kësaj bombës atomike. Sa ta bëj Wendy postimin nga zgjohu po deshe, ne dëgjojmë një këngë dhe kthehemi pas pak. Mirëmëngjes. Ja, mirëmëngjes edhe njerëz. Radio Travel 104.6. Po, aty jemi. Unë me Natë vazhdojmë të jemi bashkë. Jemi veshur një soi. E çuditshme ne sa herë që jemi kështu afër, jemi telepatin. Jemi kështu, jemi të veshur gati sot. Po, kemi bërë si motër e vllane. Po, mirëmëngjes. E diskutojmë më vonë, këto se janë në biseda familjare këto. Ne vazhdojmë të diskutojmë në fakt për temën e ditës, për privatësinë që duhet kemi online dhe për të folur për këtë temë
që në fakt është shumë e prekshme, sepse jetojmë në epokën digjitale, në epokën e inteligjencës artificiale, ne kemi të ftuar Erion Demirin, ekspert i sigurisë kibernetike. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi në goxha energji më tepër se unë. Faleminderit pak më herët. Të lutem vetëm pak më afër mikrofonit. Okej. Ne duke nisur që nga pyetja që kemi bërë për temën e sotshme, a ekziston vërtet termi privatësi në epokën digjitale? Privatësia njëherë ekziston, sepse po mos ekzistonte ne nuk do e diskutonim. Cila është lodhja ose më saktë lufta që ne bëjmë për ta fituar këtë privatësi, nëse na ka ikur dhe tashmë besoj të pyetja këtë kuptim ka, pra që ne ndjejmë që ka diçka që nuk shkon, ne ndjejmë që nuk kemi më ashtu siç ishim, pra nuk kemi më ato të drejta që kishim për sa i përket pra privatësisë tonë në përgjithësi pra. Pra nuk ekziston privatësia online. Ekziston, por është shumë e rrezikuar. Do të thoja sepse ndryshe e kërcënuar gjithkohë. Është në çdo moment. Cilat zona janë më të rrezikuara? Gjithçka. Në çastin që ne jemi faktikisht ne sot jemi tërësisht të varur nga teknologjia gjatë komunikimeve tona, gjatë diskutimit, gjatë jetës tonë. Që mëngjes kur zgjohemi deri tani që ne po flasim bashkë, gjatë gjithë kohës kemi përdorur një sasi të madhe mjetesh teknologjike për të bërë atë. Ja, vërtet, kemi shumë nevojshme për të bërë punën tonë. Më shumë pajisje në tavolinë se sa njerëz ndoshta. Erion, pak më herët kishim të ftuar një influencer këtu në studio, e cila me vetdije të plot poston vazhdimisht në rrjetet e saj sociale siç mund të bëjmë ne, po ato që janë blogere, pra janë të kësaj fushë, vazhdimisht kanë këtë presionin për të postuar ku do ndodhen, çfarë han, çfarë veshin, etj. Pra është një komunikim që e bëjmë virtualisht me njerëzit, me audiencën apo me fansat e tyre, sido që t'i quajnë. Tani ku është rreziku që mund të ketë një vajzë që përdor rrjetet sociale për të qenë aty, për t'i treguar botës që unë ekzistoj? Ku shkelet privatësia e saj? Po, e parë nëse marrim këtë shembullin e kësaj vajzës, do të kemi parasysh që shpresoj që ajo të jetë informuar sa duhet dhe duke qenë një person i cili e përdor këtë për punë, jam i sigurt që dhe lexon për këtë elementin. Pra kemi goxha informacione sot në web ku ti mund të informohesh specifikisht dhe për rreziqet që ty të has, pra që ti mund të kesh në momentin kur ti je një profesionist i kësaj fushë. Që mund të jenë? Ndërsa rreziqet nga më të ndryshme. Në çastin që ne një herë marrim dhe postojmë të dhënat se ku ndodhemi kohë reale, sigurisht mund të bëhemi pre e sulmeve në jetën fizike, pra të kemi parasysh që ne vendodhjen. Sigurisht, edhe pa postuar fare vendodhjen. Çfarë njëherë bëjmë një foto, është shumë e thjeshtë sot që të identifikohet ka mënyra nga më të ndryshme. Të gjithë elementet që janë në fotos. Dhe thjesht pamjen, po makina që ngjet, apartamenti ku jeton, lagja, informacione nga të gjitha këto lloje. Dhe normalisht unë për shumë personalisht nuk postoj asnjëherë. Më pëlqen të postoj, jam një person relativisht publik, pra më pëlqen të postoj përdor mediat sociale. Profili është i hapur, është publik? Është i hapur, publik. Nëse mund ta them, i postoj gjithmonë me një avonesë ose në momentin kur jam diku. Strategji e mirë kjo. Teoria jonë kjo që nuk postoj asnjëherë në kohë reale. Zakonisht postoj edhe që jam në vende të tjera ku normalisht nuk jam në ato momente. Unë bëj disa orë më vonë. Disa orë e ke pak. Unë bëj një ditë përpara, them do shkoj këtu. Pra, është e qartë. Duhet të kemi parasysh pra që ne na pëlqen që të ndajmë me miqt, me shokët, me kolegët pra informacione. Mirë është që të jemi gjithmonë më të kujdesshëm. Duhet të kemi parasysh që nuk dua të them shumica, s'dua të them gjysma, por një pjesë e personave që mund ta shikojnë atë gjë nuk na duan të mirën. Kështu që ta kemi parasysh gjithmonë këtë gjë. Të ruhemi pak nga këto shikimet, po. Kishe diçka më. Jo, do ta pyesja në fakt për këtë termin gjurmë digjitale. Sa lem në gjurmë digjitale çdo ditë pa e kuptuar. Pra, edhe në mënyrë të pavetdijshme sepse e përdorim, si më thon, pa teklif kur i thon fjalës, thjesht e shtypim një klik larg është edhe nuk e dim që në fakt ajo mund të kthehet në një gjë të rrezikshme për ne. Gjurma digjitale si koncept ka hyrë vonë faktikisht, edhe ju nuk besoj se keni shumë vite që keni dëgjuar si term, pra ai që quhet digital footprint, për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për gjithçka që ne lëm në këtë hapësirën e madhe kibernetike, qoftë me dëshirën tonë, qoftë pa dëshirën tonë. Rrjetet sociale sigurisht kanë qenë ata që kanë bërë ndryshimin në këtë fushë, sepse më parë ishte goxha më e vështirë që ti të hidhje informacione në web, jo çdo njeri mund të hidhte informacione në web. Rrjetet sociale kanë bërë këtë shumë më të thjeshtë, pra ti me një klik mund të postosh. Sasia e informacionit që ti hedh është e vazhdueshme dhe vazhdon të shtohet. Ai normalisht nuk zhduket. Çfarë do të thotë? Kemi pastrime të ndryshme të mediave sociale, pra që marrin dhe fshin informacione të vjetra, por shumë pak, sepse sot me storage që janë nuk ekziston më shumë si problem. Ku shkon gjithë kjo përmbajtje? Nëse ne duam për shembull t'i fshim të gjitha. Nëse ne duam t'i fshim të gjitha, fjalët të gjitha bën ndryshimin e pyetjes.
Nëse ne duam të fshim, ne duhet të fshim ato që ne kemi postuar në varësi të rrjetit social, të blogut, të forumit, atë diku tjetër ku ne kemi, nuk ekziston një mekanizëm i cili të fshijë gjithçka. Nuk zhduken vërtet? Jo, nuk zhduken vërtet, duhet kemi parasysh domethënë ne mund të fshim në media jonë sociale dhe normalisht policy thotë që zhduket nga ajo media, pra nuk është se është më ai informacion, por kemi ndoshta ose kopje që mund të jenë krijuar nga ripostimet. Ne na ndodh shpesh sidomos në fushën e mediave, japim një intervistë si kjo sot, ju e postoni, dikush tjetër e rikopjon, e rihedh dhe ti nuk ke më në dorë se ç'mund të bësh me këtë informacion. Por, për t'ju rikthy pak pyetjes, sidomos në momentin që kemi të bëjmë me moshat e reja, pjesa e digital footprint pra është një nga diskutimet shumë të mëdha, për shkakun se moshat e reja në përgjithësi nuk janë aq të pjekura ose më saktë ndryshojnë shumë shpejt me kalimin e kohës. Pra, pas një viti kanë koncepte komplet të ndryshme për jetën, për veten e tyre. Dhe nuk ju pëlqejnë ato që kanë postuar më herët. Dhe jo vetëm nuk pëlqejnë, por mund të shantazhohen në bazë të gjërave dhe ndodh. Fatkeqësisht cila është strategjia më e mirë në këtë rast? Informimi. Sa duhet i mbajmë? Informimi, ajo që sa duhet i mbajmë. Kjo gjë diçka shumë interesante, e nis pyetjen pastaj thua diçka tjetër e cila ndryshon koncept atë drejtimin e përgjigjes. Sa duhet i mbajmë? E para një herë, në çastin që ne ndihemi komod dhe jemi koshient për çfarë jemi, për çfarë bëjmë, për rreziqet në përgjithësi, mua nuk ka ndodhur asnjëherë që të fshi, me thënë drejtën, informacione dhe që kam hedhur në media sociale, mbaj mend që nga kohët kur hap Facebooku, paçka se mund të ketë foto aty që kemi qenë të rinj. Pak më herët për ato statuset që bënim ne kur ishim gjimnazistë. Po, normalisht një dashuri e momenti, diçka që ndoshta sot kur ti merr një status tjetër, mund të ndihesh pak si më i prekur, pra mund të mos ndihesh në atë formë. Megjithatë, shumë e rëndësishme sidomos për të rinjt, sepse të rinjt janë ata që përdorin më shumë media sociale dhe që hedhin informacione në çik si pa menduar, është kjo që të mendojnë në çik më me kujdes se si do të ndjehen nëse ajo foto, ai postim, ai shkrim do të lexohej mbas 2 ose 3 vitesh. Sidomos është ajo mosha nga 14 deri në 18 vjeç, pra kur ti ndryshon drastikisht, ndryshon shumë. Dhe ka ndodhur, vazhdon të ndodh që persona të këtij në çastin që hyn pastaj në marrëdhënie pune, nuk ndjehen mirë, nuk po themi pastaj në shantazhimet që janë goxha më të rënda. Kjo është çfarë mund të bëjmë individualisht me profilet tona personale. Po ndodh që ka edhe ekspertë të fushës të dedikuar që paguhen mirë për të fshirë përmbajtje që mund të jenë shumë të rëndësishme për një kompani apo një personazh publik që mund të jetë i fuqishëm, për përmbajtje që mund të jenë të publikuara nga persona dashakeq nëpër portale, nëpër aplikacione të ndryshme. Po ndodh kjo? Ndodh, nuk mendoj që ekzistojnë, duke mos ekzistuar mekanizma teknik për ta bërë këtë të mundur, ka goxha dhe abuzim. Çfarë do thotë, më ka ndodhur pikërisht dje për diçka, meqense jemi në media dhe meqense jemi dhe në fushën e mediave, problematika e lajmeve të ndryshme të cilat kopjohen ande këtej për persona të ndryshëm, të cilat mund të jenë të sakta ose mund mos jenë të sakta, pra mund të jenë vërtet ose jo, që persona të caktuar kanë dëshirë që të mos të jenë më. Nuk ekzistojnë mekanizma teknik për ta bërë këtë gjë tërësisht. Çfarë do thonë, në çastin që informacioni shpërndahet në web, nuk ekziston një mekanizëm i cili me një klikim ty të jep mundësinë që të fshish gjithçka që është shkruar për ty ose është kopjuar për ty. Për këtë arsye ka dhe shumë tepër abuzim, zakonisht ka persona që thonë po unë e bëj këtë gjë. Normalisht nëse thotë unë e bëj këtë gjë, ai nuk e bën dot tërësisht. Pra mund të jenë, e kam fjalën për video virale që mund të bëhen me njerëz që fillojnë në çastin që bëhen në këtë formë, nuk mendoj që persona të cilët kërkojnë pagesa për këtë gjë janë rruga e duhur për të shkuar. Mendoj që ne rruga e duhur është drejtohesh në institucionet tona. Institucionet tona kanë mekanizma të cilat gjithashtu nuk janë 100%. Dhe kjo është problematikë, nuk është një problematikë e Shqipërisë vetëm, është në gjithë botën, në gjithë mënyrën si funksionon networku. Networku kështu funksionon. Nuk kemi mundësi që ne me një klik ose me një dëshirë të mirë të marrim dhe të fshim gjithçka ose sepse përndryshe do të kishim dorë pastaj që dhe të manipulonim gjithçka. Kështu që rruga drejt institucioneve është ajo që unë gjithmonë rekomandoj. Patjetër është shumë më e thjeshtë që ti të jesh më i kujdesshëm përpara. Pra ti të jesh informuar përpara për me shpresë mos arrish deri aty. Erion, diçka tjetër për cilën na kanë këshilluar të kemi kujdes është përdorimi i wirelessit publik. Pra ne lidhemi me wirelessin në çdo lokal, në çdo institucion, në çdo vend ku shkojmë. Cilat janë rrezikët në vetvete në këtë përdorim? Nëse
dhënë një informacion pak më kështu e keni vënë re që kur shkoni andej këtej nëpër Europë sidomos nuk ka wireless siç kemi ne në Shqipëri, që ti mund të kërkosh wirelessin e lokalit, jo, edhe t'ja kërkosh lokalit të pasurin dhe të ta japë, është shumë më pak se sa në Shqipëri. Pikërisht për sa i përket që ka të bëjë me mënyrën se si konceptohen dhënat dhe se si janë dhe rregulloret e dhënave. Ne në Shqipëri kemi çik më pak të rregulluar, me ligje kemi të rregulluar, por në praktikë nuk e kemi të rregulluar dhe ne e quajmë krejt normale që kudo që të ulemi të kërkojmë passwordin e wirelessit. Duhet kemi parasysh për të këtë pyetjes që të dhënat tona në çastin që ne përdorim një wireless pra në një lokal, në një vend publik, kalojnë nëpërmjet pajisjeve të këtij vendit publik, qoftë ai një bar, restorant, ku ka rëndësi, dhe sigurisht ne kemi më pak kontroll mbi to. Nëse kemi parasysh, nëse ne përdorim celularin dhe lidhemi me anë të rrjetit të WAN, Vodafone, kështu me radhë, patjetër dhe aty të dhënat tona kalojnë në disa pajisje, por që janë në kontroll e disa kompanive, të cilat duke qenë më të mëdha kanë dhe rregulla shumë më strikte. Në çastin këto dhënat tona para se të shkojnë atje, kalojnë te këto pajisje të këtyre vendeve, sigurisht ne kemi më pak kontroll dhe vet ato zakonisht nuk kanë praktikat e duhura për mënyrën se si menaxhojnë këto dhënat, sigurinë e këtij networku e kështu me radhë, mund të bien prej disa lloj sulmeve. Nuk po i hym këtu se sa të mëdha janë, se është një sasi shumë e madhe sulmesh, por që sigurisht sa më pak që ne të përdorim rrjetet pa njohura, kjo është me vija të trasha, aq më mirë është. Thuhet gjithashtu që nuk duhet të publikojmë dokumentat tona, pra po flas kartë identiteti, pasaportë, se kemi këtë fiksimin udhëtime, pasaportën dhe biletën. Po ndërkohë, po ta mendojmë në aplikacionet që ne përdorim, ne kemi të vendosur kartën e kreditit, kemi të vendosur numrin e pasaportës sepse kemi prerë biletën. A nuk është i njëjti risk? Jo, nuk është i njëjti. Sigurisht, patjetër nuk është i njëjti risk. Me publikime shohim më shumë njerëz. Ajo që do kemi parasysh është që për të kthyer jemi përsëri tek ajo gjurma digjitale që po themi, në momentin që ne hedhim një sasi të ndryshme informacionesh, këto mund të jenë të ndara nga njëri tjetri në kohë dhe në hapësirën kibernetike pra në vende të ndryshme, por që mund të merren dhe të katalogohen, sot sidomos me mekanizmat që po ofrojnë inteligjencë artificiale është bërë shumë e thjeshtë kjo, por para kishte persona të cilët merreshin, mund të kenë persona që merren me muaj, me vite për të mbledhur dhënat tona dhe për të na sulmuar në një formë caktuar. Kur themi sulm është dhe vjedhja e një karte krediti, sulm është dhe larg qoftë një vjedhje në shtëpi, vjedhja e një mjeti, dëmtimi i një fëmije kështu me radhë. Pra, është e qartë që gjithçka që ne hedhim duhet të jemi më të kujdesshëm, sidomos publikisht. Vendosja e kartave të kreditit është një diskutim goxha më i gjerë, shumë të kujdesshëm në mënyrën se në vendet ku I vendosim, pra në çfarë faqe, në çfarë aplikacioni po vendosim këto të dhëna, çfarë informacione. Çfarë po akoma më të kujdesshëm duhet të jemi edhe tek publikimi fëmijëve tashmë, sepse kam lexuar disa artikuj që thonë nuk mjafton të vendosësh atë emojin te fytyra e fëmijës për të ruajtur identitetin e tij dhe për ta mbrojtur, le të themi, nga rrjetet sociale, nga ekspozimi I fëmijëve sot është kishte aplikacione më duket që bëjnë heshjen e kësaj edhe është dëshirë e prindërve për të ndarë atë fjesht. Është një ndryshim shumë I madh. Domethënë po vjen një ndryshim shumë I madh. Duke kemi parasysh që e para ne nuk ishim mësuar, njerëzit, popullata në përgjithësi botërore nuk ka qenë e përgatitur për këto gjëra që kanë ardhur, që nga krijimi I rrjeteve sociale, krijimi ose më saktë penetrimi kaq I madh I në përgjithësi I hapësirës kibernetike. Fusim këtu pastaj inteligjencë artificiale, diskutim goxha më I gjerë, sigurisht do të jemi shumë të kujdesshëm. Unë personalisht thash, duke qenë një person, ti duhet të ndash një herë se çfarë personi do të jesh. Ai njeh ai sa duhet dhe a do të jesh një person publik apo do të jesh një person I rezervuar. Ne kemi kolegë tanë të cilët nuk kanë asnjë lloj media sociale, nuk kanë asgjë, po ti bësh një search kudo që të bësh një search në web, nuk gjen asgjë për ta. Po mirë, a je më I sigurt nëse I mban profilet e tua private, ke vetëm disa ndjekës edhe publikon fotot e tua të familjes tënde? Sigurisht jam I sigurt, sigurisht jam I sigurt, por pastaj do të heqësh pra të pjesën tjetër, pra juve si person të medias nuk mund të keni një profil të këtill ose mund të mbani dy profile ndoshta, por nuk mund të keni një profil tërësisht të rezervuar sepse është pjesë e punës tuaj që ju të jeni publik, që ju të keni kontakte me njerëzit. Megjithatë kush ka dëshirë xhanë mund të hakojë edhe këto profile private, jo që thjesht, por filtrim, patjetër, krahas kësaj Erion ne kemi tendencën të shkarkojmë edhe pafund aplikacione në telefonin ton, sepse ndoshta ata që nuk kanë informacion lidhur me sigurinë kibernetike thon çfarë I duhet WhatsApp-it, fakti që un dërgoj foto, mesazhet
me kë flas unë, identifikimi me shenjën e gishtit ose me fytyrën. Ç'intereson aty nga 8 sa banor ka bota? 8 miliard. Po. 8 miliard. Me mua do merren thon? E para, po, me të do merren. Shitja e të dhënave sot, të dhënave personale është nga tregjet më të mëdha botërore, bëhet fjalë për miliarda dollar fitime dhe shitje. Pra, sigurisht mbledhja e dhënave dhe tregtimi i tyre ku nuk po përmend specifikisht mënyrat e komunikimit pra dhe mediat sociale, por kemi pasur dhe gjyqje të mëdha që janë bërë për këtë gjë nga mediat ndaj mediave të mëdha, pra të cilat mblidhin të dhëna dhe ato kanë përfunduar në duart gabuara, nuk ka rëndësi se kanë përfunduar. Për t'ju kthyer pastaj asaj pjese, çdo e dhënë jona nuk është specifikisht a ka interes apo jo WhatsAppi ose dikush pra media sociale, por duhet kemi parasysh që ka organizata të tjera jashtë këtyre mediave sociale, të cilat merren me këtë gjë specifikisht. Por kuriozitet, dje, patjetër nuk e keni vënë re, besoj, sepse është shumë teknik. Si lajm në Pakistan, Pakistani është një vend i cili ka diku tek 50 disa milion abonent të WhatsAppit. Përvendosën një mekanizëm specifik nga WhatsAppi, meqense kishte shumë problematika në hakimin ose në vjedhjen e këtyre akaunteve nëpërmjet asaj që ne i quajmë social engineering, pra nëpërmjet mashtrimit. Dhe është detyruar Meta që specifikisht për Pakistanin të krijonte një mekanizëm për ta paksuar mënyrën, pra mundësinë e marrjes së këtyre akaunteve. Është një diskutim i vazhdueshëm, nuk ekziston fjala që duhet X-it për të dhënat e Për sa kohë ne japim akses vet, edhe nuk I lexojmë ndonjëherë ato termat e privatësisë. Po tani kemi kohën e të lexojmë gjithatë. Jo, tani kam dy pyetje, dhe jam shumë kurioztar për të dyja. E para njëherë, a është e vërtet kjo gjë që ne na përgjohen telefonat, sepse nëse ne flasim për një produkt caktuar ose kam interes për të blerë diçka tani, sapo të hap faqen time të Instagramit, është e sigurt që do gjej një reklam për atë produkt që unë jam duke folur. Nuk e kam me ty në fakt që po më dëgjon tani. Tani kjo është interesante për t'ju bashkuar kësaj pyetjes tënde. Ka disa video që qarkullojnë në TikTok me njerëz që pyesin ChatGPT-n për mënyrën se si duken. Chati është chat. Dhe I thot ato po shenjë syze që kanë mbi kokë e diçka e tillë dhe ai e aprovon, e miraton ose e korrigjon. Mira, ai mund ta bëjë a priori, chati mund ta bëjë, si më thon po. Janë dy pyetje të ndryshme. Në momentin që vetë I thua që unë e kam vënë re që gjatë kohës që flas pak më vonë më shfaqin reklama, mendoj që e ke marrë përgjigjen e pyetjes. Jemi mirë. Të paktën jo kaq të shtrenjtë ta morë njerëz. Deri para pak kohësh nuk kemi pasur as provën teknike për këtë gjë, por kemi pasur disa prova teknike dhe kemi pasur dhe disa çështje gjyqësore që janë hapur, sidomos në mediat sociale për këtë gjë. Pra, mekanizmi ekziston, përdoret, se sa përdoret dhe si përdoret ka të bëjë pastaj me faktin se sa I rregulluar është e media sociale dhe ai ndryshon. Do kemi parasysh rregullat e mediave sociale nuk kanë qenë këto para ca kohësh dhe nuk do të jenë këto mbas shumë pak kohësh. Pra, gjatë kohës ato ndryshojnë. Por që mekanizmi ekziston dhe përdoret dhe është përdorur, nuk ka diskutim dhe nga ana teknike. Patjetër do të kemi parasysh që këto pajisje që ne kemi me vete janë pajisje të cilët në aspektin e hardware-it, pra në aspektin teknik e kanë mundësinë. Pra kanë dhe kamera dhe shiqur zotit kanë 2-3 kamera ca para ca mbrapa shumë rrallë, kanë mikrofon dhe në rastin më të mirë përdoren nga shoqëri të tilla të mëdha, në rastin më të keq mund të hakohen dhe mund të përdoren nga persona shumë më afër nesh për të bërë të mundur përgjimin kohë reale, për të bërë të mundur regjistrimin pranë kohë reale. Nuk mos e mendoni që është një person nga krau tjetër me kufje, me tela si dikur. Nuk është ashtu, të dhënat thjesht ruhen, katalogohen, inteligjenca artificiale përsëri emëruesi përbashkët bën dhe filtrime të caktuara dhe sot është shumë e thjeshtë. Dhe mban informacionet që nuk do vetëm përmes telefonit, do edhe përmes televizorit. Nëse televizori varet nga lloji I televizorit. Televizori duhet shikojmë një herë a ekziston mundësia teknike pra si hardware. Në çastin që ne kemi mund ta keni vënë re telekomandat e sotme, një pjesë e tyre ka një shenjë mikrofoni, aty ka një vrim të vogël që është një mikrofon që ti mund të flasësh, të japësh komanda televizorit. Në këtë moment ai është I aftë që të marrë të dhëna. Nëse më përpara ti vetëm shikoje. Kemi pastaj më pak televizore janë që kanë kamera, megjithatë në çastin që ai ka dhe kamera, është I qartë që mundësia teknike ekziston. Erion,
E thamë që të gjitha po na përgjojnë, gjithë po na marrin të dhëna me televizor, me laptop, me telefon tani. Duke u kthyer pak te privatësia që e kishim merak, një gjë të fundit. Në të ardhmen me këtë ritëm që po ecën teknologjia, mendon se privatësia do të ngelet thjesht një mit i të kaluarës apo do të ekzistojë deri diku? Nëse ne do të jemi të lidhur në këtë rrjetin e famshëm, privatësia nuk do të jetë kurrë ashtu siç ne e kemi menduar më parë. E vetmja mënyrë nëse ti shkëputesh totalisht nga ky gridi, pra nga kjo rrjeti e madh, nëse ti shkon diku në një vend shumë remot ku nuk ka as energji elektrike, ti nuk përdor pajisje teknologjike, mund të mendosh që ti jesh pa u shkëputur nga kjo 3 këshilla, çfarë mund të bëjmë për ta ruajtur sa më shumë të jetë mundur privatësinë? Këshilla e parë këshilla e parë mbyllni rrjetet sociale. Informacion, jo, do të ishte është censur shumë e madhe, nuk mendoj që njeriu duhet të kthehet kaq mbrapa, domethënë në varësi të personit, sigurisht varësi të personit. Si numri i vogël i njerëzve që kanë bërë këtë ndoshta. Prandaj dhe nuk është aq e thjeshtë që ti ta këshillosh këtë gjë, sepse pastaj do të hiqi atij një sasi të madhe benefitesh. I përdorin rrjetet sociale për shkak të benefiteve që kanë. Këshilla e parë informimi është gjëja e parë, sado që ne jemi persona teknik, gjithmonë kthehemi tek informimi, tek ai parandalimi. Pra, ti informo për vete, informo dhe për fëmijët e tu, për personat që ke dhe më të mëdhej se ty, nën, baba, të cilët ndoshta janë moshë dhe nuk arrin që t'i kapin gjërat. Grup mosha me rrezikun më të lartë të sulmeve në rrjetet sociale. Ata më të mëdhenj, pra seniorët dhe fëmijët. Është qartë. Se i besojnë edhe këtyre emaileve që keni fituar një pasuri shumë të madhe diku në Turqi. Është diçka e natyrës. Edhe në natyrë, ata pjesa e kafshëve të cilët janë gjithmonë më të rrezikuara, janë gjithmonë plyshët e vegjël, ata që janë më të pambrojtur, ata që janë më të mëdhenj. Është qartë. Kjo gjë ndodh edhe në natyrë. E dyta, sidomos informimi për sa i përket ose leximi me kujdes i gjithçka që ne marrim dhe instalojmë pajisjet tona elektronike. Pra jo gjithçka që ne na thuhet është për të mirën tonë, bile më saktë sasi e vogël. Terms and conditions. Po ato, jo vetëm grid, po dhe ato, të duhet ky aplikacion i ri për të pasur këtë gjë edhe deri tek update-et. Shikoj se ka dalë një update i ri i mos përmend s'ka si shumë emra, por ka dalë një update i ri Facebook, WhatsApp e kështu me radhë. Updated vetëm në momentin kur ne e ndjejmë që na duhet një funksion i caktuar. Kur janë ngadalsuar disa procese, ndoshta. Që ngadalsojnë enkas për të bërë updating, por është një temë shumë e gjatë. Ajo është diçka që po e bën edhe Apple për të shitur modelet e reja të iPhone, domethënë bie cilësia në shumë drejtime. Pak më përpara rrallë janë ata të cilët na duan të mirën. Unë mendoj se gjithë njerëzimi duhet të updateuar sepse po shkon me ca ritme shumë të frikshme, ky është mendim personal. Erion Demiri, ekspert i energjisë kibernetike, faleminderit shumë që ishit me ne këtë mëngjes. Ditë mbarë, ju falenderoj. Jeni shumë energjik. Faleminderit. Rikthehemi pas pak me të tjera. Mirëmëngjes. Ja, mirëmëngjes të gjithëve edhe një herë. Mirëmëngjesi! Rikthehemi në studio, jemi prapë bashkë dhe ju rikujtojmë edhe një herë quizin për ditën e sotme. Në cilin vend mund të flasësh vetëm në ashensor, sepse është e rëndësishme që të kesh to small talks, pra ti flasësh vetes ndonjëherë. Alternativat janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada apo Japoni. Ju kam lënë me 3 alternativa, kjo është ndihma për ditën e sotme, 068 40 63 423 dhe Instagrami i Premium Channel. Pra në cilin vend ti mund të flasësh pa problem fare me veten tënde brenda një ashensori dhe kjo konsiderohet e shëndetshme. Ndodhet edhe këtu te ne, besoj. Ne e bëjmë edhe rrugës, po jo. Tu s'ka nevojë për ashensor. Jemi midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Japonisë. Ky është quizi gjeje ku. Okej. Edhe pak do të lëm kështu 50 me 50 këto. Besoj që po. Sa më shumë që i afrohemi fundit të programit, japim edhe ndihma edhe zvoglojmë alternativat. Tani pas quizit gjeje ku ne kemi dhe quizin shqip, gjejeni fjalën shqip se çfarë do të thotë dhe jemi në momentin e shqip po deshe. Gjeje ku jemi. Kam zgjedhur një fjalë shumë të bukur për sot që do t'ju pyes se çfarë mendoni se është. Çfarë keni Ada? Je lodhur? Jo, po më lëvizi pak arriga. Okay. Ne vazhdo ti ç'ke? Po lëre më në mos e vetë çamor. Ore, njeriu interesohet mos ka nevojë për gjë. Çapoku. Të dhëm çapoku. Çapo fjala e ditës, çapoku. Interesohet se mos ke, jo, s'është çapoku. Si është në shqip? Çapoku, ne i themi kell. Po e kërkoj. Ne janë nga Korça. Fjala e ditës, fjala shqip që do t'ju pyes se çfarë mendoni se do të thotë është mirakandje.
Mirakandje. Heshtje. E Mirakandi. Mirakandi. Vështrim? Jo. Mos e lidh me mirar. Mirazh. Mirakandje. Është ëndje, dëshirë. Bravo, janë Ada për shumë më pëlqen sepse është gjithmonë duke I gjetur, po. Në fakt Mirakandje, po, do të thotë ëndje, kënaqësi, dëshirë për diçka. Në thelb është gjë qefi. Kjo është ideja. Për shembull, sipas shpjegimit. Kush ka lexuar libra e di. Pikërisht. Sipas shpjegimit që un kam këtu tek fjalori I madh I gjuhës shqipe që e gjeni online për muajt në vazhdim, ka një përdorim të fjalës mirakandje në një fjali e bleu, që do të thotë e mori për mirakandje, pra e bleu për kënaqësi, e kishte A mund të themi e vështroi me mirakandje? Patjetër që po. E ndryshoi sipas mirakandjes vet. Si ta kesh mirakandjen? Ha me mirakandje, bëj qef. Po si ishte kjo? Edhe një herë fazë. Bëj qef, bëj qef plot mirakandje. Bëj qef thash. Shkruaj për mirakandje. Po. Gjëra të mira e të zgjedhura sipas qefit, sidomos për ushqimet. Dhe prime që mund t'i bësh me mirakandje. Parkoj me mirakandje. U botap me mirakandje. Flas me vajzat për mirakandje për shembull, me mirakandje. Kjo është fjalë më e këndshme. Të pëlqen, se çmeritja e radhës kaluar nuk pëlqen. Pa, e kam aq personale me atë. Bëjmë çik përsëritje të fjalëve që kemi mësuar deri tani me personin. Hajde, jam mungesë edhe sot. Por gjeta kuptimin e fjalës çapok. Hajde me profesorin edhe një herë. Profesor, emri gjinisë maskullore, numri shumës. Quhet ndryshe kërdhokull, këllk ose kocka e kofshës. Çapoku I pulës I doli çapoku. Po mirë, kjo është shumë është nga të folmet e zonës, si më thënë, është shumë formë dialektore. Po, interesante. Po. Hajde edhe një herë me profesorin shpejt fjalë që kemi mësuar deri tani. Nxënësja që ti gjen Mirakandje që mësuam sot dhe është ëndje, kënaqësi, të bësh diçka për me kënaqësi. Meritoj, çmeritim, çmeritje. Çmeritje. Çmerit, pra që është çfarë? Po, wow, habita, u çmeritova. Çmeritova, po. I zoti ma, do t'i nxjerrë jashtë klasës në një ditë këto studentët e mirë. Grish, të ftoj ty në dasmën time, në 30, jo. Në 30 qershor, po. Si është apo? Okej, dhe 4 që është e kam dasmën. E para Halitje, që do të thotë për këdhelje. Për këdhelje, dashuri e tepruar një çik. Kto janë 4 fjalë që ne kemi mësuar në A mund të ndërtojmë një fjali me këto ne? Këtë në fakt e keni pyetje në provim. Patjetër. Ti shkruaj një herë se ja harrova. Të gjitha fjalët e sezonit në një fjali. Pra ishte fjala grish, çmeritje, halitje dhe mirakandje. Halitje dhe mirakandje. Sa fjalë të bukura që kemi mësuar deri tani me profesorin. Të gjitha bashkë duket sikur po flet një gjë të huaj. Po shka që bukur, mirakandja, ka fjalë më të bukur. E grishi me mirakandje. Të haliteshin duke u çmerituar. Mirë, mëngjes. Jo duke u çmerituar, ke gabim përdorimin, po gjithsesi. Duke u habitur pra. Më pëlqen entuziazmi juaj për të mësuar. Jo, më nisa u çmeritua se si e grishi. E vazhdojmë pastaj. E pra do ta përdorë një fjalë. Që e ftoi për tu. Janë fjalë shqip. Po çapokun e keni falë. Kemi edhe këtë momentin e Maevës ku na jep këto përdorimin e fjalëve të huaja dhe gjysmake nga anglishtja dhe nga shqipja. Çfarë është sot me Maeva? Fjalë sakate, fjalë noksane. I kemi komentet e njerëzve? Maeva? Kush është kjo diva? Ja, e kemi. Kush është kjo diva? Diva. E para punës gjëja që mua mbie më shumë në sy është ky përemri kushni që është përdorur me O zot, reagimi is so real. So real. Oh my gosh. Kushi që ishte përdorur me kishte filluar fjalia me kishte firuar, po. Kishte filluar fjalia me të vogël e para. Dhe ndërkohë në gjithë ato fjali kurse u një kush është? Po pra, unë kam shumë problem, të fundore kam sikur më han bukën njerëzit që nuk I shkruajnë ose kur I përdorin atë prandaj s'kushtojmë dot pesh. Nuk e din cilat janë fjalët që bukën këto me na han bukën ato me ç. Tani div ne e pas kemi edhe në fjalorin e gjuhës shqipe, por është një figurë e përrallave popullore e parafytyruar si një përbindësh me trup jashtëzakonisht të madh dhe me fuqi mbi njerëzore. Ne kemi diva.
As pak Kështu që s'ka të bëj fare me këtë, ka të bëj me divën që themi ne lart e poshtë për femrat e suksesshme, po, të paarritshme ndoshta. Veçanërisht Brezi Maevës, ju lutem shkruani mirë, bukur, pastër gjuhën shqipe, me ot fundore, dijeni se çfarë fjalësh të përdorni, dijeni kuptimin e tyre, përdorni sa më pak terma të huaj sepse. Këto gjëra që mësojnë në shkollë francësh me dëshirë ndonjëherë, nuk është. Jo, nuk është fare me dëshirë, me thënë drejtën, është. Jo, me dëshirë është. Me dëshirë është. Për mendimin tim, të detyrohet unë ty të mësosh gjuhën shqipe ta shkruash pastër. Duhet të kthehet në domosdoshmëri sepse po zhduket gjuha shqipe dal nga dal dhe drejt asaj po shkojmë sepse ka njerëz veçanërisht të rinj që po e përdorin pa teklif përdorimin e anglisht dhe duhet ta bëjmë, po, të detyruar intensive. Patjetër. Edhe gjimnazin deri në universitetin e dytë. Kështu që unë kam një gjë shumë të prekshme dhe shumë të ndjeshme këtë temë dhe nuk e kemi kohë edhe këtë rubrikën shqipo deshe. Ku i diti që s'do bëhe? Po bëu. Ja pas emisionit unë kam 2 orë mësim. Mirë, shqipo deshe, ne kthehemi pas pak zgjohu po deshe. Dëgjojmë një këngë. Mirëmëngjes. Këndo po deshe. 59 minuta. Meqense se s'pyeti njëri për orën. Ju a ne sa do të pyesni më natë apo ti? Unë pres momentin të shkoj 9, mezi e pres. Sepse atëherë do startoj unë. Ti ke filluar i thua vet këto, nuk na pret që të pyesim me atë. Ore shumë e nxituar është bërë kjo vajzë. Nuk i besoj kësaj fjalëve gjithë. 6 deri në 9:30 kenga jam ban fare. Kemi 8 minuta në dispozicion. Tani shiko, keni 1 minutë të argëtoheni me njëri tjetrin se un pa vajt ora 9 nuk e them ankesën. Do më falni mua nëse them ora 9. Pse? Pa dalë. Një sekond. Vajti? Jo, vazhdo ti. 8:59. Ndërkohë mund të fusim siglën e ankesës. Hajde fusim siglën. Ankesa. Jo s'do. Nuk do mër për çamë. 59. Mirë, hajde, po e them ankesën e parë pra. Të them një vjersh. Okej. Po, jo, vjershat vetëm nga bujari i pranoj, unë tashmë nga askush tjetër. Ankesa e parë. Se nuk bëj dot durim. 900. Gëzuar. Sa bukur. Ne gëzuam, po ky hallexhiu jon s'po gëzo ka dot. Am kuptoj. Thot të kuptoj më motor të kuptoj. Për shembull ti. Ky thot nuk kam asnjë dasmë këtë vit. Si t'ja bëj, thot, mirë që ngela pa kërcyer, po ngela edhe pa ngrënë, se janë mësuar që shkojnë dasmë mbushin qeset. Tani keni ndonjë plan ju ndonjë gjë? Kam unë një dasëm, nëse do të shkoj në vendin tim, mbledh të shkoj të më përfaqësoj. Të shkoj të përshëndetje në Ada, si kalova. Amanore tha kur do kemi gruas. Do thonë ata po sa pas ke ndryshuar më i vajz. Kam pas vit me shumë punë, me shumë projekte, am kupto. Am kupto. Është vështirë jeta, am kupto. Si ishte ajo, domethënë, aman kur do kemi një dasëm që ti tundir të telat e violinës ka qenë. Telat e violinës? Po hamon Franci kur? Se si ja bën sefte, si ja bën bam edhe ti. Tash njëri nga ne duhet ja bëj bam ose sefte, nuk e di se kush. Ja fut kot ti prit tani, se unë këtë tjetrën e dua me prova, po le ta kallim njëherë këtë hallin. Si tha ajo kërkesa kam patur apo kam patur shumë punë. Halli. Mbi të gjitha. Kuale. Oh yeah. Sa bukur mbaron. Shumë e bukur ishte kjo. Nëse të ftojnë në një dasëm, mor mik i dashur, vendose edhe këtë këngën. Vendose në momentin që hyn çifti kalle. Nëse kanë vënuar tani bëjmë kështu performanca me koreograf. Oh, çike luje, bën çike. Bomba atomike i thon burrit. Okej. Nëse të dajo që ose marrin kështu belly dancer, striptiste ndasëm. Ka dalë mod, por këtë do thoya që edhe kjo që merrnin ushqime me vete pasi mbaronte dasma ka pasur bukurinë e vet, e kupton? Të gjitha e bëjnë dhe di cili është justifikimi, po kam paguar unë për atë pjatë. Po më, shtyn 3 vakte. Jo, që kanë një qenë në shtëpi. Kalojmë te ankesa tjetër? Kalojmë. Tani te ankesa tjetër. Shikoj ç'na kanë bër. Se mos lën zoti pa shoqëri, po ndonjëherë edhe të lër. E ke parasysh? Po, është fiksa i rast, ja, do e kuptosh. Dje më the si nuk kemi emër mbi emër për këto ankesat. Po. E kemi një me emër mbi emër. Jo. Kush është? Ka shkruar vetë Ilir Meta? Është një miku im që quhet Ani Spataraku dhe çfarë thot ky? Nga që Joti. Thotë të shtunë të diel, pse s'bëni ndonjë program, ju se s'kam çfarë dëgjoj unë. Do të më thonë që ka aq shok i mirë. Sa mos më lër asnjë ditë pushim mua. Mos shoh një ditë të bardhë. Kjo është kompliment, s'është ankesë. Jo, e kam me të tre. E kam me 3, am kupton. Dgjoj, ky që nga kompliment, nuk është ankesë, po patjetër. Ani ti themi faleminderit që na ndjek edhe. Për veten e vet që s'ka ç'a bën në fundjavë. Çfarë profesioni ka ky Ani?
Ani merret me real estate. Po mund të vinë ai ditë në studio i ftuar të shtunë. Thuajt na gjendë një Të shtëpi. shtunën me shënes jemi. Me që e ka me qef edhe. Thuajt na gjendë një shtëpi me pak lekë thuaj Anit. Ani, shtëpi me pak lek për Francën. Ja këtu Ani, ti faleminderit shumë. Kemi rënë kanal. Oho! Ne ngirem kanalin Ta kallim edhe një herë hallin për Anin, sepse është Kalle. Pra një gjë tjetër. mbi të gjitha ka. Mos e thuaj. Shiko, të bësh emision mëngjesi është shumë e lodhshme Sfidë. fizikisht, Po. edhe sidomos kur kaq intensive që është çdo ditë. Edhe ajo ashtuna dhe diela janë bekim shumë i madh Po. për trupin që duhet të relaksohet, po vetvetiu ti zgjohesh prap herët edhe në fundjavë. Ndodh ajo. Kështu që Ani nuk të ndihmojmë dot. Na fal Mua vlla, më po ndodhi këtu në fakt të nuk shtunë bëjmë kam kompromise. fjetur gjithë ditën, të diel më del gjumi, thash, "Ok, palesa do kem fjetur shoforën." 6:45 mua. 5:45, e di sa jam mërzit. 5 jam zgjuar unë dhe sa mirë që zgjohemi edhe të shtunave dhe dielave shumë herë. është Atë shumë po mirë. thoshim dhe Mund ne. të bëjmë emision në shtëpi, veç e veç ose Okej. video call. Ja e kallëm tre. hallin, tani E është kallëm. momenti që të qeshim i çik, po qeshim. Qeshe. Nada më ndiq me vëmendje sepse mezi po pres reagimin tënd në fund të barsaletës time të ditës. Unë gjithmonë të ndjek me E di, ëndje di. dhe Me me mirakandje. vëmendje dhe me mirakandje. Okej. Me të gjitha. Ishte një, më dëgjon Mikaela, ishte një Po, po, të fshatar. dëgjoj. Jo, që po, Ose i ktheu Ani të but. Ah, okay, shumë mirë. Jo. Ishte një Do fshatar. të kërkoj ndjes. Ha. Am kupton. Një moment, Çfarë? se u kujtova nga Ani. Ah. Kam një tjetër Ani, Artenisës. Duhet ta urojmë për ditëlindjen. Oh, gëzuar ditëlindjen Oh, gëzuar Artemisa. ditëlindjen. Gëzuar. Happy birthday to Kështu you. si që jemi të gëzuar, vazhdojmë me parçaletën. Gëzuar Po, ditëlindjen edhe të të gjithëve qesh. juve që festoni sot në 2 mars. Po. Qindra të lumtura. Në Gëzime 3 në moj. shpitue. Sa Në është? 3. Po mirë data që mirëmëngjes. festuan dje. 2 mars. Atëherë. Gjithë marsin. Një fshatar ishte duke punuar tokën e vet, po mbillte disa. Jo, po i ke parasysh kujtim kështu more në mënyrë manuale, po i hidhte ato farat Qetësi nga salla. E ke parasysh po. Dhe shikonte që i vinte një pul nga koteci vet dhe të gjitha farat që ja hidhte i çukiste, tak i hante. E ç'do po bënte e ajo? pa një herë kështu, ja bëri një shande i tha. I kanë ndejta, pulus, po, të pulat e detit. Pra vazhdonte të hidhte ato farat që të mbilte ato tokën, pa, ajo, ja hante, tak, i çukiste aty, ja hante farat, një herë, 2 herë, në një moment, u mërzit kaq shumë, sa i ra me shkelma, sa pulus, andej, i kanë ndej, tha të lutem, i tha, Se Barsalin. i ra, po nuk e preku atë, kupton, thjesht pula E në këtë moment e ofendoi, dhe Të vir rëndë. Moj ti, çpas keq. pula vërtet u ndje shumë keq edhe ishte në darkë aty po qante tek ferma që kishin të gjithë kafshat atje së bashku, ishte duke qarë, po qante. Si qanë një pul nada. Olim. Dhe e shikon lopa e fermës tani. E shikon lopa e fermës edhe i thot çka ke i thot që po qanë. Do gjithë kafshë. Kështu i tha ma bëri fshatari, tha ai po mbilte unë tha më haj, normal Pula kështu. Mut ma bëj këtë punë, tha që unë jap mut ma bëj këtë punë, tha unë jap tha vezë çdo ditë, unë Lesh. jo, lesh ti e pula po që po. Çumësh. Ja, as çumësh. Ja, vezë si të ma bëj mua këtë fshatari, tha që unë i kam ndonjë atë kështu. E pa lopa kështu e tha, po ti që ke shumë mirë moj motër, i tha po. Moja guridhe. Po ja guri, tha, po mua i tha mua i tha që mua i tha lopa që më kap gjoksin çdo ditë, i tha, dhe s'më ka puthur një herë. Nuk e di. Nuk e di. Kjo është barsaleta ditës së sotme. Oh, perëndim. E më mirë se e milte lopën ai, ç'të keq e ka, i kapte gjoksin lopës patjetër. Reklama, muzik. Direkt muzikë. Po pra e mirë. Publicitet. A pra kjo ishte. Dëgjojmë një këngë. Miau. Miau, mirëmëngjes me mace. Mirëmëngjesi. Patjetër, Është e do martë dhe si çdo të martë ne kemi një rubrikën hapësirë e dedikuar startupeve. Ose siç kemi shefin e ta themi, të rinjt që të frymëzojnë. Për të Ne kemi lëvizur nga një divani, për të model bërë shumë diçka. të mirë, një ri shumë frymëzues, Erblin Vukaj është me ne në studio dhe do të na flasi pak për Walking Tour Tirana. Mirëmëngjes, Erblin. mirë se ke ardhur. Si gëzohem që jam këtu mes jush. Për të folur për nismën, paktën unë nuk jam vetëm në këtë nismë, jam me bashkëshorten time, me partneren time. Ideja për Walking Tours Tirana ka qenë që në fillim për turizëm, sepse edhe ne bashkë kemi përmes turizmit, unë kam qenë një klient kurse bashkëshortja ime guidë turistike, rreth 10 vite më parë.
Ose keni parasysh atë historinë që mund të njihen dhe të dashurojnë njerëzit në hiking? Jeni njohur duke bërë hiking? Përshëndetje njerëzit. Po neve na ran këmbë të gjithë males kemi gjetur gjë. Mbasi isha unë dhe me fat. Në cilin mal ishit? Mos më thash vendi mirë. Ja, se me walking tours Tirana ju merr Erblini me vete dhe mbas ju del fati. Po, ideja ka qenë ide e përbashkët, po. Po, pak a shumë, po, domethënë si koncept ka qenë në fillim pas pandemisë, ku kishte i fluks shumë të madh turistësh, sidomos në Tiranë, dhe partnerja ime kishte një përvojë shumë të mirë me platformat online që janë ndërkombëtare, që mund të bësh booking dhe të listosh edhe guidat e tua. Por vum re që kishte një qasje shumë të kushtueshme për ata që bëjnë listime aty, sepse ka një fi shumë të madhe, le të themi. Platformat e huaja, Get Your Guide ose Viator. Dhe kjo bënte që kostoja e ofertës ishte shumë e lartë dhe turistët vum re që kishin një prirje që ose t'i shmangnin guidat personalizuara, ose të zgjidhnin ato guida masive vetëm për hir të kostos. Dhe përballë kësaj menduam që të kishim një platformë ose një konkurrent, le të themi, të kësaj ide së listimit të guidave, ku të kishte një fi shumë të ulët. Pra pak një hapësirë në treg, për diçka që mungonte. Po, dhe mungonte kjo ideja që sidomos për duke pas parasysh dhe përvojën që kishim neve, duke qenë edhe prindër të ri. Partnerja ime kishte pamundur të ishte full time në një punë konkrete dhe donte të eksperimentonte diçka që ishte e pavarur. Dhe ideja jonë ishte pikërisht për të mbështetur guidat e pavarura dhe t'i japim një mundësi që sidomos guidave në Tiranë të listojnë guidat e tyre pa një kosto, pra ndryshe nga platforma ndërkombëtare. Është falas. Falas. Ti futesh jep të dhënat e tua si guid? Po, neve kemi si ide dhe t'i ndihmojmë për të marrë licencimin si guid turistike, sepse për të shërbyer si guid turistike duhet të jesh i licencuar. Dhe paralelisht t'i ndihmojmë për të qenë më vizibel, pra të ekspozohen më shumë për turistët. Nga ana tjetër mendojmë që të kemi fokus përgjithsisht për të huajt, sepse shumica e turistëve të huaj e kërkojnë Tiranën si një destinacion të përkohshëm, për sa kohë vijnë për shembull me një fluturim ndërkombëtar dhe kanë destinacione të tjera. Këto atraksionet kryesore, historike. Po, dhe meqense po qëndrojnë në Tiranë, është e volitshme për të kuptuar si është kryeqyteti, të marrin një guid personalizuar dhe ta shikojnë. Erblin, nga ideja që diskutuat bashkë me bashkëshorten deri tek realizimi i këtij projekti, cili ishte hapi i parë dhe sfida më e madhe që keni hasur? Po, realisht në Shqipëri është shumë e vështirë të bësh sipërmarrje të reja, aq më tepër të gjesh mbështetje. Dhe për këtë pjesë falenderojmë mundësinë që kemi patur për startupin me Challenge Fund edhe Partners Albania. Një mundësi që sepse kostot janë shumë të mëdha për të hapur një platformë. Kjo është sfida kryesore. Ajo është kryesorja dhe aq më tepër që duhet të ndërlidhësh gjithë funksionet teknologjike që janë për pagesat online, për kalendaret e bukimeve, po ashtu dhe për të ruajtur të dhënat, sepse jemi në një fushë krejt deri diku të panjohur për shumicën prej nesh, por ka disa kushtëzime që duhet të jesh shumë i kujdesshëm për mos të rrjedhë informacione. Informuar edhe i updateuar. Po, përveç kësaj, për shembull, nëse është një klient që bën një booking, ti duhet t'ia garantosh atij që dhënat e tij nuk do të rrjedhin. Nëse ty të jep kartën kode, më të thash, këto duhet të jenë shumë të sigurta dhe për këtë duhen ekspert të kontaktohen që edhe pak më herët për këtë, për sigurinë kibernetike. Sigurinë dhe gjithçka ka një kosto, por nëse ti nuk i merr parasysh këto kosto pa nisur ende sipërmarrjen, është shumë e vështirë, domethënë. Ne jemi aktualisht në fazën e testimit të platformës. Platforma është online? Po, është online, walkingtours.tirana.com. Sa guida janë të renditur aty? Aktualisht kemi kontaktuar dhe kemi bërë bashkë të paktën 6 guida bashkë me partnerin tim. Një punë ekstra edhe kjo. Po, punë ekstra sepse neve do vazhdojmë duke rekrutuar edhe duke bashkuar pra gjithë guida turistike që kemi në Tiranë. Dhe pas kësaj do kemi edhe një event ku ne do lançojmë edhe produktin. A janë kaq mendje hapur për të bashkuar? Fatmirësisht po.
sepse e kuptojnë më mirë tregun, e kuptojnë që kjo është çësia e dur për të qenë vetë pavarur, sepse sa më shumë i pavarur je dhe ke mundësi edhe të kesh punë tjera, edhe të fitosh më shumë nëse ti je shef në këtë perspektivë. Keni kriteret të tipit duhet të kesh kaq vite eksperiencë për të bashkuar. Janë të rinj përgjithsisht licencën. Vetëm licenca është kryesore. Dhe neve kemi marrë përsipër që t'i ndihmojmë edhe ata të rinj që nuk e kanë një licencë, por e kanë dhuntin themi që t'jenë si trajnoni në një farmë. Si merret, unë nuk e di. Kontaktohet më përpara ka qenë tek Universiteti i Sporteve, kontaktohej, listohej aty, bëhej një trajnim dhe më pas licencohej pa. Pra nuk është kaq si licenca që do marrim ne vetëm me afat më të shkurtër kohor. E ke parasysh do japësh një provim, kujt historike. Profilizohen domethënë. Që po ti kesh të gjitha këto informacione bashkë në ato turet e tua, je guida më e mirë që mund të ekzistojë. Dhe kanë përshtypjen këtë vlerësim e japin turistët në fund të eksperiencës së tyre? Pastaj është normalisht ka ato review që ti mund të marrësh, po, normalisht, por shikoj, ne mundohemi të plotësojmë atë vakum që ka, në sensin që ti Tiranës mund t'ja kesh parë aspektin atë shëtitjen rreth bulevardit që është bërë rëndomt. Por turistët më së shumti kërkojnë diçka të personalizuar, për shembull, nuk dua të bëj atë guidën me një tur njerëzish nga fillimi i bulevardit deri në fund, dua diçka tjetër. Ka dhe guida private. Po, kjo është, dua një përvojë jetësore, për shembull, jetën e natës. Dua një përvojë kulturore që ka të bëjë edhe me kulinarinë, ka të bëjë, pra këto janë ato guidat që neve kërkojmë, ti ekspozojmë dhe ti lidhim më shumë. Guida shërben si një miku yt që po të tregon një qytet ku jeton. Dhe pak a shumë të turistë, ka një kategori të veçantë të turistëve që e kërkojnë këtë gjë dhe janë të gatshëm të paguajnë dhe mirë. Sa paguhet për një guid? Jam kurioze. Tani nëse ti ke një orar të zgjatur që ti i kushtohesh, normalisht vlera është më e lartë, por nëse ti ke thjesht shoqërimin deri diku, duke filluar nga? Po varet në numri i personave që ti ke, moshën që ti merr përsipër ose nëse janë familje. Po përgjithsisht varion tek 50 deri në 150 ose më shumë. Varësisht të 50 euro. Për person. Mirë, pastaj nëse e ke profesion të mirë fillt edhe bën gjithë ditën këtë punë, ato 50 çet. Tani normalisht me ditë janë ata dhe varësisht se sa persona vinë. Duke parë këtë trendin e turistëve që në fakt un kam parë shumë këto vitet e fundit që të vizitojnë Tiranën me grupe të mëdha. Po, çfarë komësie janë përgjithsisht ata turistët që po vinë vitet e fundit? Kush po e preferon më shumë Tiranën dhe Shqipërinë si? Mund ka rastis domethënë, sidomos periudha pas pandemisë ishte një boom i çmendur do të thoja unë. Ka qenë viti më i mirë për Shqipërinë turizëm. Sepse u ekspozu dhe më shumë Shqipëria, u bë një lloj atraksioni dhe kushdo donte ta eksperimentonte, ta shikonte këtë vend që reklamoi edhe ndryshe, pra reklamoi si një vend me kosto të ulta, mund shifje shumë vende shumë me pak kohë, pra qoftë detin, malin, atraksione edhe kulturore. Por vëre që janë me faza, në sensin nëse në fillim ishin turistë gjerman, nordik, vinin edhe disa nga Polonia, kaloi një sezon, filluan duke ardhur nga Italia, kaloi një sezon tjetër, filluan duke ardhur nga vendet e ulta, nga Britania e Madhe. Por mendoj që çdo gjë është me fazë. Domethënë nëse ti je njohur tani si një vend që je në zhvillim, po shpërthen në sensin e atraksioneve turistike, do ndryshojë edhe kategoria e turistëve që do të vinë. Vëre që po vinë gjithmonë mosha më të reja, dhe kjo është edhe pozitive. Po, kjo është edhe pozitive në sensin që ti po i ekspozohesh këtyre moshave, por duhet ta ushqesh që ky turist qëndrojë më shumë. Që do të thotë ta lidhesh me më shumë atraksione, ta bësh një paketë më kompletuar, më interesante. Si po promovoni platformën Airbnb? Domethënë si vjen djeni më hedhi një këtë pata një shumë guidat për ekzistencën e kësaj platforme, që është e vetmja apo jo? Jo, besoj se ka dhe tjera, por përgjithsisht janë të lidhura me agjenci turistike platformat e tjera, kurse në rastin tonë ne nuk kemi një agjenci e mirëfillt dhe nuk synojmë të jemi të tillë. Ne thjesht duam të fuqizojmë sidomos pavarësinë pra të guidave dhe sidomos vajzat dhe gratë që mund të jenë prindër, pra nëna në këtë rast. Aktualisht neve jemi fokusuar në rrjetet sociale kryesisht. Guidat i kemi kontaktuar fal faktit që kanë një komunitet vetin që janë ndërlidhur prej vitesh, pra kanë dhe grupe WhatsApp, grupe më vete që
kontaktojnë me njëri tjetrin dhe madje ka pas periudhat që vetë gujdat i kalonin punë njëri tjetrin, në sensin e kam këtë grupin, nuk e shoqëroj dot unë, kush mundet ta shoqëroj. Pra është një lloj altruizmi që nga një komunitet tepër pozitiv. Komi hollandez për nesër, apo sepse di që do të kthehet puna, me prank kështu. E njëjta gjë është, po. Mund t'i kthehet dikujt tjetër që e kam këtë personin që do të eksploroj veriun, për shembull, nuk e bëj veriun, do ta marrësh, do ta çosh ti. Kjo është ideja. Në turet e Tiranës, Erblin, në eksperiencat që keni patur deri më tani, çfarë është një histori apo çfarë i tërheq më shumë turistët, çfarë ju ngel në mendje pas atij turi? Okej, domethënë, paktën unë marr përsipër shpesh të shoqëroj në aspektin historik të Tiranës, edhe arkitekturën e Tiranës në sensin e ndërtimeve, pas ke punë të madhe me arkitekturën. Por vëre që për shembull unë sado të mundohem ta flas të tregoj historinë, nuk marr kurr review që merr bashortja ime. Pse? Çfarë bën ndryshe ajo? Ajo ndryshe thot në sensin tregon përvojën jetësore dhe mendoj që kjo është ndryshimi mes një guide se vër dhe veten, domethënë në pozicion ku shkoj në një vend tjetër, mund të më thuash çdo histori të mundshme. Më kalon nga mendja, unë mund të rri 2 ditë. Po mund të jem 2 ditë, thjesht dua të kaloj bukur, për shembull, do të kuptoj më mirë historinë në sensin e shoqërisë që e jeton. Po rrëfimi është ai që e mban mbërthyer vëmendjen e një personi. Kështu që guidat në tërësi edhe turistët që vinë kërkojnë më shumti personalen. Qartë. Sepse për shembull, pra e kuptuam kush është guida më e mirë e grupit dhe përshëndesim Albion. Sepse për shembull për informacionet e ndërtesave ose të muzeve dhe kështu me radhë mjafton edhe ata mund të bëjnë të klikimin e tyre, kurse për përvojat që janë shumë jetësore, për mënyrën e jetesës, për shoqërinë, jetohet qyteti, çfarë një trend ky që po e përqafojnë gjithnjë më tepër turistët, duan të kuptojnë kulturën, por në mënyrë kështu të drejtë për drejtë, të rrëfyer nga një njeri i cili jeton në atë vend. Cila është pyetja më e shpesh që bëjnë turistët? Domethënë pyetja kryesore që bëjnë është paktën më ka bërë më përshtypje që kur vinë për shembull vinë me atë idenë që këtu janë shumica muslimanë dhe thonë këtu që kanë gjithë të veshur në sensin këtu në fakt pra kanë konceptin që duhet të jenë shumica e popullit të mbuluar. Po, kujtojnë sigurisht një shoqëri, po them për ata që nuk kanë fare informacion, sidomos ata që vinë nga Amerika. Po s'ka informacionet e para që merr për Shqipërinë nga Amerika, s'ka informacion as në cilin kontinent është Shqipëria, po. Kur vjen nga Amerika se di po vjen nga Amerika. Po, i bën shumë përshtypje, mundojmë ti tregoj shumë në aspektin që pse ka ardhur kjo tolerancë në aspektin kulturor. Dhe dalin me shumë bresa nga kjo gjë, shpesh nuk e kuptojnë se si mund të arrihet në këtë stad, por gjithashtu pyesin shumë për diktaturën dhe kërkojnë shumë kërkojnë shumë fazën e tranzicionit që kemi patur, ta kuptojnë më mirë, të shohin vendet cilat kanë qenë të diktaturës simbolike, Fatkeqësisht nuk është se kemi shumë për t'i ekspozuar, por mund tregohet shumë edhe me përvojë jetësore. Unë shpesh për shembull marr dhe relike ose ka diçka që ata e blejnë me valizhe me vete nga shtëpia për ta patur nga Shqipëria? Po normalisht ndalin në këto suveniret që kanë, por përgjithsisht kërkojnë një magnet tash i duhet për të frigoriferin. Po do mos merrni qeleshe. Jo, i kanë në kruj janë shumica që i marrin ato. Walking tours Tirana pas disa vitesh. Mendon se do jetë vetëm walking tours Tirana apo do zgjerojnë në qytete të tjera? Atëherë kjo cili është plani? Kjo është synimi që ne do të kishim, që nëse kjo del e suksesshme si përvojë, të ekspozohet të zgjerohet me një lloj programi edhe në qytete të tjera, kryesisht pra që kemi me më shumë turizëm, Durrësi, Shkodra, Berati, cilat Korçën dhe Vlorën ta mbulojmë ne kamera. Ja, pa licencë, po mua më ke për çdo rast. Mua më ke për Tepelenën pastaj. Me kënaqësi. Nuk të bika keq me këto qytetet tona. Jo, Vlorë të Belen, jemi goxha mirë. Jugo. Erblin, falenderojmë shumë, ishte shumë kënaqësi edhe suksese në startupin tuaj. Ju në mbarë gjithmonë i mirëpritur këtu në Zgjohu po deshe. Ne jemi drejt fundit, një shkëputje e shkurtër, muzikë dhe rikthehemi pas pak. Hajde mirëmëngjes.
E mirë apo jo në të gjitha drejtimet. Ne Ada dhe Mikaela ishin të dyja duke kënduar, duke kërcyer, edhe unë për një moment dyshova është fundi i emisionit që bën të tilla apo vërtet po e shijojnë këngë. Jo, vërtet kënga. Ne bëjmë shëndetim programit. Kenga. Këngët janë shumë të mira, kemi ardhur drejt fundit dhe kemi fituesin e quizit për ditën e sotme. Në cilin vend është normale të flasësh vetëm në ashensor, pa u ndier çuditshëm, dhe përgjigjja e saktë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fituesi është Bona me numrin që mbaron me 411. Urime dashur, ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Dhe pse nuk qen ka e çuditshme të flasësh në ashensor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kur je vetëm, sepse në qytete të mëdha si New York City apo Los Angeles, njerëzit janë mësuar me sjellje shumë të ndryshme. Ka një nivel të lartë të anonimiteti social. Në të njëjtën kohë funksionon dhe normalizimi i self-talkut. Pra në psikologjinë moderne, self-talk konsiderohet një teknikë për fokusim, motivim, rregullim emocional. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është shumë e normalizuar dhe pjesë e kulturës së tyre, një farë terapie që ti e bën me veten tënde, kështu që të lumt Bona je fituese me përdore atë kupon për një bilet në Amerikë, pse jo? Po. Edhe të shkosh të flasësh në ashensor. Unë thënë kjo është një çik subjektive, se jo domosdoshmërisht është ky studimi që jo vetëm kulturë. Jo vetëm kulturë, se atje kishte njerëz që flisnin edhe mbanin monolog me veten për gjysmore se thjesht. Ose kanë shumë për të thënë. Kanë shumë. Patjetër, sidomos me këto gjërat. Urdhë. Paritëm në fund më. Iku edhe për sot, iku edhe për sot. 9:30 minuta. Fiks në kohë për ta mbyllur. Faleminderit shumë që na ndoqët në valët e Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel. Ju qapusim, ju duam shumë edhe gëzuar nesër në orën 7. Mirupafshim.